Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Si duhet këtë qenë jeta e një piloti shqiptar që ka fluturuar 32 vjet gjithë karrierën e tij me avion ushtarak? Hamza Koci është një nga pilotët e shumë që ka pasur Shqipëria gjatë regjimit komunist, por që në ato 32 vjet ai kishte vetëm një parim në jetën e tij, të shërbente atë dheut, jo komunizmit, jo partisë, por atë dheut. Është një personazh shumë interesant që mua më ka hyrë në zemër duke lexuar librin e tij, Kujtimet e një piloti shqiptar, dhe është nga ato raste që jo të shumta që të vinë edhe të takojnë thotë më jep një intervistë. E kam kërkuar unë Hamza Kocin për intervistë. Është një histori jete jo thjesht e zakonshme. Është e jashtëzakonshme. Dhe pikërisht për këto unë kam kënaqësinë ta kem sot Hamza Kocin në studion time, në emisionin Dekalog, për të rrëfyer gjithë karrierën dhe jetën e tij. Hamza Koci, unë të falenderoj shumë që je prezent këtu për të rrëfyer jetën tënde si pilot. Faleminderit shumë, unë ju falenderoj gjithashtu juve që më ftuat në këtë emision shumë të mirëpritur nga ana ime. Sa vjeç jeni për t'u treguar shqiptarëve që se këtu vijnë plot njerëz në këtë studio, por nuk vijnë as pilot shumë dhe sa vjeç jeni? Unë jam 86 vjeç. I kam mbushur në 1 prill të vitit kaluar, të këtij viti. Dhe kur më thon kështu të rinj dhe të reja që shiko, jam shumë i zënë, nuk vi dot, jam i lodhur etj. Hamza Koci, 86 vjeç, 32 vjet ka pilotuar avion ushtarak në ajër dhe sot është në studio dhe ka ardhur disa herë këtu që emisioni dalë sa më mirë. Pyetja e parë, çfarë ndodhi që mendove në jetën tënde që do bësh pilot? Ndodhi në një gjë veçantë se ju nga Kuksi, që Kuksi nuk është quar që të kishte pilot, të kishit trashëgimi. Ashtu. Shikoj, unë pikësunimin për të vazhduar shkollat nuk e kam patur duke përcaktuar çfarë profesioni do merrnja, po vetëm thjesht për të arsimuar. Domethënë që të kisha sa më arsim, sa më të plot, në mënyrë që të njihja botën që më rrethon, njerëzimin, veten time, shoqërinë, edhe të njihja si është jeta. Në qëllimi im ka qenë që të vazhdoj shkollat, të arsimohem, në mënyrë që të kemi një arsimim të plot, që të jem pastaj një jetë të shërbej çdo lloj profesioni që mund të merrnja. Kur ju shkoi në mendje për herë të parë që po, unë dua të bëhem pilot? Vaja shkolla për pilot për mua personalisht ka qenë një rastësi. Po? Mendoj nuk ka qenë një kërkesë me shkrim. As në mendje se nuk e kam patur. Nuk e ke pasur? Jo, nuk e kam patur mendje sepse thashë ditë të parën që ne vedive se unë kur marrova 7 vjeçare në Kukës, me Kukës nuk ishte shkollë arsim më të lartë, nuk ishte gjimnaz. Ju kishi lindur në? Në një fshat Kukës, në Brut. Në cilin fshat? Po, në Brut. Është ka ish Kukës vjetër, në anën e Hasit. Në anën e Hasit? Po, në anën e Hasit. Dhe vazhdova 7 vjeçare, mbasi marrova fillorën në fshat, dhe me që nuk ishte një institucion arsimor më të lartë Kukës, atëherë bëra kërkesë për shkollën ushtarake Skënderbej. Mua përvua shkolla ajo kërkesa, dhe pastaj në gusht 1953 kam marrë në Tiranë shkollën ushtarake Skënderbej. Po mirë, ju mund të kërkoni dhe një shkollë tjetër, po pse pikërisht një shkollë ushtarake? Në shkollën ushtarake fila për të vazhduar shkollën ushtarake dhe pikërisht shkollën Skënderbej ka qenë një fshatar, një nxënës i shkollës ushtarake Skënderbej nga fshati im, që kur vinte me leje, atëherë shkolla Skënderbej kishte një veshje shumë të joshse për njëin. Kishte një rroba të bukura, edhe me ato pantallonat ishin me vjet të kuqe, ana si me qenë general. Edhe unë thashtë do mundohem të bëhem si ky. Do thënë ti pas ke parë një Skënderbegas? Po, një Skënderbegas. Sa vjeç ishe kur e pata atë për herë të parë? Isha 10 vjeç. 10 vjeç, dhe thënë unë do bëhem si ky. Po, do bëhem si ky, do bëhem ushtar të shkoj shkollën ushtarake Skënderbej, të bëhem si ky. Të plotësua dëshira. Po. Shkuat në shkollën Skënderbej, si dolët me mësime atje 4 vjet? Jo, shikoj, me mësime unë kam qenë gjithmonë me rezultate të shkëlqyera. Që fillorën, 7 vjeçaren, dhe në shkollën ushtarake Skënderbej, ky Skënderbej ishte
vazhdon të ishte di, Skënderaj Bekës e aty, modeli. Modeli ishte di në një klasë, bilet dhe u vumë dhe kohën e parë në një bankë, me këtë një Izdri Bilali që ushe, nga Hasi, nga Vladna më duke të Hasit, ka qenë Izdri. Dhe pastaj atje vazhdova 4 vjetë. Shkollën Ushtarakës Skënderbej, për shkollën Ushtarakës Skënderbej ka qenë gjimnaz ushtarak. Po gjimnaz, po e di. Po gjimnaz, se kishte dhe lëndë të thishtë ati ushtarake. Se ishte di kontingjenti për të përgatitur, ishte shkolla për të përgatitur kontingjenti për shkollat e larta ushtarake për oficerë të shtëpisë shqiptare. Pastaj ju mbarua shkollën Skënderbej dhe aty pastaj filloi ajo ndarja juaj, ju shkuat direkt në Bashkimin Sovjetik? Në vitin e fundit, aty nga maj vitit 1957, na vjen për vizitë ministeri se në shkollën Skënderbej e vizitonin shpesh general të shtrisë, ministri i mbrojtjes Beqir Balluku. Beqir Balluku? Po, Beqir Balluku, vinte di shpesh di atje, vinte di po më shpesh vinte në mënyrë të përhershme Petri Dume, shefi i shtabit përgjithshëm. Domethënë Beqir Balluku dhe Petri Dume. Po, dhe Petri Dume. Dhe Petri duke futur në klasë. Ja. Petri Dume është ai ai është Beqir Balluku. Po, Beqiri ky. Po, Petriti kush duhet të jetë? Nuk është Mehmet Çeu. Mehmet Çeu. Ai nuk është ai mbrapa, ëh? Nuk është ai, Enveri, Mehmet Çeu. Zhukovi. Beqir Balluku vinte. Po, vinte Beqir Balluku. Si ishte Beqir Balluku? Beqir Balluku ishte njeri i komunikueshëm, si duke i përgatitur se para se me ardh, sepse dhe pilotat i ka vizituar shpesh Beqir Balluku. Nuk fliste gjëra që nuk i takojnë aviacionit. A nuk fliste? Po, nuk ja fuste kur themi neve dikot. Po fliste ato gjëra. Ishte kujdesshëm? Po, me shumë kujdes dhe për mendimin tim kishin një përgatitje të mirë. Beqir Balluku, ëh? Beqir Balluku dhe se ai mbaroi shkollën në Bashkimin Sovjetik, se përpara se të shkollën në Bashkimin Sovjetik nuk kishte ndonjë arsimim. Po. Dhe ka qenë një njeri i mirë, i komunikueshëm. Po. Për shembull, neve në aviacion pastaj kur na ndodhin katastrofa ajrore, ai në vend që nuk vinte për na dërmuar, për na dëshkuar, po e shifte që neve ishim shumë të vrarë dhe shpirtërisht, dhe pastaj ai na jepte zemrën neve. Ju jepte zemrën? Po, me që thoshte di, mos të bëjnë më se fundi di jeta di këtë i ka, për na ju përgatitur një përgatitje që ke përshtypje të mira për Beqir Balluku? Unë kam përshtypje të mira. Ai ka ngjarë mbesa? Në pamje po. Në pamje? Në pamje. I ka ngjarë, ëh? I ka ngjarë komplet. Qa thua? Identik. Belinda? Po, Belinda, unë kur e shoh atë më duket sikur po shoh Beqir Ballukun. Qa thua? Po. Po kështu në tip? Po në tipin nuk mund ta përcaktoj, po punëtor është. Punëtor është? Po, punëtor. Po Beqiri ishte punëtor? Punëtor ishte. Ishte, ëh? Po, punëtor ishte dhe nuk rrinte një ditë në një vend të pavajtur në E vrau Elveri. E po shkatoj, si e kalove atë ditë? Atë ditë unë shpejtërisht sigurisht e di pa e thënë kuj, të them drejtën, po shumë rënd. E përjetove keq? Po, keq e përjetove. Sepse kishe simpati? Jo, vlerësim pozitiv. Vlerësim pozitiv, po. Vlerësim e njëri që nuk meriton të përfundojnë në atë mënyrë. Në plumë? Po. Dhe nga Beqir Balluku shkuat në... Jo, Petri Dume. Petri Dume. Nuk e dia, kemi një foto të Petrit Dumes, kemi disa foto të ushtarakëve shqiptar, po besoj duhet jetë e Petrit Dumes. Okej, po mund të e tregoni? Po, Petri ishe shefi shtabit. Shefi shtabit përgjithshëm, general lejtnant, heroi popullit, Petri Dume. Tani heroi popullit ishin gjithë ata? Jo, gjithë, jo. Si ishin gjithë? Jo, nuk ka qenë gjithë. Enver Hoxha ishte? Po, Enver Hoxha ishte si... Myslim Peza ishte? Kush? Myslim Peza. Myslim Peza, po. Beqir Balluku ishte? Beqiri është bërë nga fundi, po. Po nga fundi, po ishte? Po ishte. Herë herojt popullit ishin ata, po? Jo. Dhe çfarë tha Petri Dume? Petri Dume erdhi dhe na tha që juve të klasave të fundit, tha përgatituni mirë, se do dërgojmë jashtëtetit për... Do dërgojmë studentë për jashtëtetit. Nuk e tha për pilota. Nuk e tha për pilota? Jo, një zënë sot, i klasës një, Akim Vebiu nga Gjirokastra, i tha, shoku, general lejtnant, tha nga jashtëteti shkojnë ata që i ka blapsi. Këtë petit i tha, ashtu tha? Tha, po si është që punë? Po i tham dhe vetë. Dhe jam dhe shpjegum që vitën parë, vitën parë ka patur raste që kanë shkuar zënës poshtë mesataras,
Ndërsa di zonës të shkëlqyer, unë kisha një rast për një zonës nga Lezhë që nuk shkoj ai, por shkoj një tjetër që ishte më dobës se. Nëse më njëjtë. Pastaj ky rast besoj se Petriti megjithëse ishte një ushtarak shumë i rrept, shumë i rrept, çdo pamje. Ishte i rrept, rrept, ushtarak ishte i rrept. Ndërsa për vendimarrje ishte shumë i drejtë. Petrit. Po Petriti. Ai kush ishte më i mirë, Petrit apo Beqiri? Jo, këtë dallim nuk e bëj dot. Nuk e bën. Ja, nuk e bëj dot. Dhe në atë vit caktohen student për Bashkimin Sovjetik për pilota nga Veriu për herë të parë. Ti je pilot i parë i Veriut? Jo në Veriu, i Kukësit. Nga Kukësit ti je i parë? Po, i parë. Pilot i parë? Po, pilot i parë. Po nga Veriu? Nga Veriu ka nga Shkodra. Duke pas nga Shkodra? Po, Shkodra ka patur. Dhe për atë vit, pastaj me caktoj 2 student për pilot nga Kukësi. Kush i caktoj? Petriti me Petriti vetë, jo të sallë, po them unë që me scenari... Kam biseduar. Me shkuri, duhet të këtë qenë udhëzimi i tij. Po. Se vajtëm 2 pilota, 2 studenta për pilot nga Kukësi, 2 nga Tërpoja, 2 nga Rësheni, 3 nga Peshkopia. Tani, këtu është Enver Hoxha. Po Enver Hoxha kishte, jo, nuk e kemi, nuk është asnjë. Jo, okay, po, domethënë 2 Skënderbegas do shkonin për studime për pilot në Bashkimin Sovjetik. Po. Ju dhe një tjetër nga Kukësi. Nga Kukësi. Si quhej tjetri? Quhej Sami Gjana. Shkuat ju në Bashkimin? Po shkuam në Bashkimin Sovjetik. Ku studiuat? Neve shkuam për të në Bashkimin Sovjetik, shkolla më e njohur për sa të përgatitjes së pilotëve, ka qenë shkolla me emrin e Çkallovit, një pilot me njohje shumë të thellë në Bashkimin Sovjetik, në qytetin Borisoglepsk. Ku ishte ky afër Moskës? Jo, ky ishte në jug perëndim të Moskës. A jug perëndim të Moskës? Aty qytetet të larg, janë të larg, por quhen afër sepse nuk kishin hapësira shumë e madhe, edhe që ishte di afër. Ajo aty ishte një ditë e gjysmë me tren. Një ditë e gjysmë me tren? Po, me tren. Wow. Ashtu. Dhe neve shku pastaj u përzgjodhen 20 vet. 20 studentë Skënderbegas nga më të mirët. 20 Skënderbegas? 20 Skënderbegas. Vetëm për pilot? Vetëm për pilot. Vetëm për pilot, ë? Unë flas për pilotët, pastaj për tjerët. Për tjerët. Po jo, vetëm 20 ishin vetëm për pilot. Po, 20. Në vitin 1957. 57. Po. Sa vjet studiuat atje? Atë neve studiuam 4 vjet. 4 vjet. Vetëm për pilot. Vetëm për pilot. Tani në mendjen tënde kur than ti do studiosh për pilot, si e ke? Kjo është një foto, jeni në Borisoglepsk. Po, ide. Kush jeni ju? Klasa. Ja, në mesin nga si duke qeshur. Po. Ai duke qeshur. Ja. Ore, po ti s'ke ndryshuar fare në fytyrën fare. Këta ishin gjithë shqiptar? Shqiptar shumë. Student, po ky në qendër? Urdhën? Ky në qendër pedagogu. Rus. Pedagogu rus në kolonel Rastargujev në teori fluturimi. Teori fluturimi. Tani, kur shkove atje dhe thanë që këtu do studiosh për pilot, e mendove ndonjëherë, ore, e kishe qef se deri atë moment s'di asgjë? Shikoti, zoti Roland. Unë që për neve mendoj që për mua ishte një gëzim shumë i madh. Ishe gëzuar, ë? Gëzim shumë se shkoje për të studiuar për pilot në Bashkimin Sovjetik, që atëherë në Bashkimin Sovjetik e qunim nënën e gjithë botës. Më në tonë, Bashkimi Sovjetik ishte sikur e një shpëtot. Ja, këtu, ë? Po, këtu jam me dy student. Kingi, pashe beqen. Ja, ashtu. Si ashtu, ti edhe tani je kështu si aktor filmi je. Si aktori, ja 5 janar 1950. 5 janar, këtu je vit parë? Viti dytë. Viti dytë. Fillimi viti dytë. Tani, fillohet shkollën. Po. Kur hipe për herë të parë në avion? Në avion kam hyrë për herë të parë në vjetor të 57-s. Po shumë shpejt pas këtij. Po shikoj, neve shkuam në Bashkimin Sovjetik në Korrik. Po. Filluam me pregaditje teorike. Po. Se praktika e mëparshme e shkollës në Bashkimin Sovjetik për neve, për shqiptarët, ishte që një vit bënin pregaditje të përgjithshme të landët që ishte dhe në gjimnazit, në shkollës mesme. Të shkollës në Bek? Po, të shkollës mesme në tërsi. Ashtu.
Dhe mirë po neve mirë se kishim marru shkollën, kishim marru gjimnazit dhe kur ballafaqu me të dhënat, me njohjen për shumë të gjuhës ruse, se neve kishim bërë 4 vjet bashkim në Shqipëri rusisht. Rusisht ishte bërë? Po, kishim bërë. E një mirë? Mund të flisnim me fjalë kuptoshëm dhe flisnim me lirshëm. Po. Jo fare, lirshëm po të flisim shumë mirë. Direkt ju hipën mbas 4-5 muaj në avion? Po, mbas me të bëj. Tani unë këtë foto e kam shumë për zemër. Kjo foto është foto që bëshën paradat e FSS 29 nëntorit, paradat. Çfarë thua? Ai kryesori është avioni bombardues i mesëm. Ai i pari andej? Po, i pari. Mos është ndonjëri nga ata që ke drejtuar ti? Jo, po, këto janë gjithë këta janë mik 17 janë këta. Po? Ka fluturuar me këta unë. Po jo unë këtu të kjo. Të kjo nuk je? Jo, të kjo s'jam unë. A sa mirë do ishte ti. Po i ke drejtuar këta? Po, i ke drejtuar, kam fluturuar me tjerë. Po pse si e ti aty pasi? Jo, po, shikon dashur, se unë kam marrë pjesë në parada. Po kjo ishte një parada që mbylli një parada. Kurse unë isha për shembull të formacionet në tjera. E kuptoj. Do kthehemi këtu, po mbetemi në Bashkimin Sovjetik. Do të thonë ty hipën për të parë për të bërë një fluturim apo direkt në timon? Jo, është sigur, ajo direkt për timon është nivon muhabeti. Ti thjesht fluturove? Jo, sigur, njëherë ti bëhet fluturimi i parë, për të parë një jetë bëhet fluturimi prezantimi me ajrin. Me ajrin. Po, me prezantimi me ajrin. Dhe aty di instruktori ose ai që të merr në kontroll, në fakt ti pasagjer fare sepse për të parë. Pasagjer, po. Nuk e zgjon atë. Po. Dhe pastaj kur të vinë tokën e të pyet, mësin sepse shikoj, pilotim duhet pilotit bëhet, ai student që ka aftësinë për të orientuar në hapësirë, të mësot që mos e marrë vesh që tutohet. Po ta di ku është një objekt, ku është një objekt tjetër, nga do vesh çfarë do bëhet, sepse ndryshe nuk fluturon dot. Ju hipët në avion, sa zgjati ai fluturim i parë? Ai fluturim i parë ka zgjatur rreth 30 minuta. Nga u nisë dhe ku shkuat? Jo, shikoj. Fluturimi i parë u bë pilotazh në zonë atë që themi di si bën ato pilotazhet, ato rrotullimet. Sepse me këtë ata dolën për të parë si po reagojmë neve. Domthonë si e kemi di gjendjen e di shëndetësore reale. Shëndetësore reale. Se mund të birtifiket ose mund të vjedhësh ose mund kushtet çfarë mund të ndodh. Të zë avionin. Po zë avionin. Po zë avionin. Ti si dole ti? Mirë, shkëp shumë mirë. Shumë fare, po. Sa bëri nga ato pilotazhet kështu? Bëri pilotazh sa patë në program. Dhe u kthyet. Dhe u kthyem. Po ai për shembull kur zbitëm tokë më pyeti tha, ku shkonim tha nga poshtë sipër. Çfarë ndjeve? Sepse si shumë ku shkonim nga poshtë sipër, po ke shumë bigarkesë. Domethënë ke shtypje. Ashtu. Dhe ti ke gjakun nga koka një drejt e këmbëve. Ti në këmbë? Po ti ke zemra di merr formë të tubuje. Zemra? Po, pranaj pilotit duhet të ketë të dhëna të shëndetësore, të jetësore të trupit, duhet të ketë në eficiencë të pilot, si mas parametrave të caktuar nga mjekësia. Besoj ata të kishin vizituar? Po. Si ishe me shëndet? Normal, shumë mirë. Me shëndet kam qenë di, përsa takon në kërkesave për të bërë pilot, normal krejt. Normal. Po. Edhe a më thamë, çfarë dhe me thash, më ftof koka, e qeshi, se me gjithmen të ftohet koka që ti kënë gjakun. Dhe më ndë me këte kuptonë që nuk që ka një pasagjer kot, nuk është shotuar, po e ka ndjerë një fluturimi. E ka përbaluar. Po. Pastaj e bëri figurë dhe është një figurë të riel që zot aeroplanin. Po. Tha, po kërë bëmë, dhe kësaj thëmë një të riel, rësisht e thonë shtopër. E më thamë, po kërë bëmë, këtë të riel, thashon, më nuk që u shtopër nga një lisë i lartë. Edhe këtu jeni për të qeshur ati. E kështu pas të vazhduam. Si ishin 4 vitet e studimit të Bashkimit Sovjetik? 4 vitet e studimit të Bashkimit Sovjetik kanë qenë vite të ngjeshura, të lodhshme, por të angazhuar për të plotësuar neve me të gjithë përkushtimin tonë që kishim vajtur për ta bërë atë detyrë. Ju jetoni të këtu ku jam. Jo, aty, po këtu është në Tiranë, besoj. Në Tiranë. Jo, po flasim për Moskë. Si ishte Moska? Si ishte Bashkimi Sovjetik? Shiko, Moska dhe Bashkimi Sovjetik ka qenë dhe është qytet modern.
Shiko, për shembull, neve që kur vajtëm në 57-ën, aty kishte trolejbus, tramvaj, metro, dhe metroja e Moskës që më e ka bërë Salini, është nga më komodët në botë, që ka bërë Salini. Pse? Sepse kur futesh në metro të Moskës, sikur je futur në një pallat. Do nuk kanë vetëm sa për sipër tuneli që më kalu di treni. Po është më e madhe. Është e madhe dhe ke restorante, ke di ku të ulesh, ke di ku nuk shfeshin tunel. Jo vetëm thjesht tunel. Domethënë këtë ka di. Këtë kishte. E shijove jetën në ato 4 vjet? Unë që ishe student? Po. Unë mua më duket që ka qenë një jetë mjaft e këndshme, një jetë që mëson, domethënë di bësh di me di arsimin përkatës për të shërby jetës tënde edhe, atë tën, po dhe trajtim shumë i mirë, shkolla me nivel të lartë. Në libër ju shkruani që impresion të veçantë ju ka lënë Stalingradi. Po. Pse ju ka lënë Stalingradi? Sepse ne Stalingradin e dim që është atje u bë kthesa e madhe e luftës së dytë botërore, betejë e famshme. Dhe brenda kësaj të pyes edhe për atë që si arriti ushtria e kuqe të kapte rob 300.000 gjerman. Edhe kur e kam lexuar në leksion në histori të artit ushtarak, sepse tani po të them që edhe unë kam mbaruar shkollën Skënderbej. Ashtu është. Po, se nuk e di. Dhe jam habitur, si mund të kape rob 300.000 gjerman? Shiko, organizimi i luftës, ata i thonë lufta e madhe patriotike. Nuk e thonë lufta e dytë botërore, po e thonë lufta e madhe patriotike. Velika Отечественная война, i thonë gjithësisht. Dhe shiko, kanë patur një organizim të përsosur. Mendoj unë, se neve bënim me gjithë lëndëve tjere, bënim dhe histori e artit ushtarak në Bashkimin Sovjetik. Dhe atje bëshim bënim me një mësim të gjitha betajet që bëshin. Këtë jemi duke për kalu për një maj. Këtu, në Shqipëri? Jo, në Mos. Tu në Moskë? Jo, në Mos. Atje Borisov Gleps. Me një maj. Kush jeti këtu? Ja këtu, ja. Ky? Ja këtu. Në Moskë këtu, a? Po, në Moskë. Kjo është uniforma e studentit? Po, kjo, forma e studentit. Uniforma e studentit. Po dhe si kapën ata 300.000 gjerman rob? Shiko, se jo do flas në një minutë për të parë një organizimin. Populli sovjetik për atë kohë, se neve duhet të flasim me historinë të paraqisim si ka qenë për atë kohë. Jo me se nuk e duhem dashje dhe të themi se nuk ka qenë gjedi në atë kohë. Unë nuk kam patur asnjë institucion me të këtin që të bëj një retushim asaj që kam jetuar dhe kam patur bindjen për ato që kam jetuar. Atje për shembull ishte një propagandë shumë e fuqishme. Neve gjetëm akoma në plakata të dha me një grua të thinjur ku shkruaj Rudin e Madh Zaviot, atë dheu 9 thret. Po, duhem dhe fjashtë. Ndërsa, Stalini kështë ndjekte dhe këtë një taktik, që qote në luft familjerisht, burë grua, 3 vlezër, 3 vlezërit, bab birë. Po pëse? Po pëse, sepse o do mrosh ti baba në babaj tyja, ose nuk më të kete një ndryshim. Zgjedhje burë. Po këtë taktik e më e zbatote. Pastaj, dhe merresh mendimi, se për shembull unë kam lexuar dhe kam një libër të Zhukovit, atij që e pam dhe ditë këtu, që flet edhe për luftën e dytë botërore, flet edhe për Stalinin. Ai thotë dhe jep edhe këto pasazhe që duke argumentuar që Stalini nuk ishte i pa bisedueshëm me të. Po ai për shembull ta merrte mendimin nëse kishte të saktë, merrte mendimin tënd. Dhe mendimet, betejë që planifikoheshin, bëshin nga shtabi përgjithshëm, pastaj meratoshin në byron politike. Për Stalingradin, për një betejë tjetër, apo për Stalingradin, për çdo betejë bënë një planin, një bënd të Stalini dhe një bënd të Zhukovi. Dhe i paraqesin një që të dy. Zhukovi, për ata që se dini, ishte generali që organizoi, që drejtoi luftën. Që drejtoi luftën, shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë kuqe. Shefi i shtabit përgjithshëm i ushtrisë kuqe. Që ka marrë, ka ngritë në rështagën të flamurin e fitores në 9 maj të 45. 45, po? Edhe i pyeta ata ndërmjet politike, thotë që për cili plan është më i përshtatshëm të gjithë, ju i shoku Stalin. E thotë jo, thotë më i miri është një plan i Zhukovit.
Dhe i thotë Kizhukovi, thotë që Stalin thotë nuk ishte që smerte parasysh. Dhe kjo ishte baza që ata arritën të kapin ngrop 300.000 gjerman? Them unë që me që ata bënin një diskutim real për të arritur fitoren sepse s'bën. Po? Pastaj edhe shikoj ata për shembull sipas propagandës na mëson flas si ajo propaganda që bëhin. Për shembull ata kishin urdhër që edhe kur të vritesh të bish nënën e armikut. Si ishte kjo? Edhe kur të vritesh në luftë, duke luftuar, kur të vritesh të rrezosh i para. Dhe jo mrapa. Dhe parullat e shkruaj kudo, një shagu nazad, domethënë asnjë mbrapa. Asnjë mbrapa. Po asnjë mbrapa. Tani ata e rrethuan që kapën 300.000 te ngriu e liçeni. Jo, është lumi Volga. Lumi Volga, pas shumë i gjerë dhe grinta se kalonin tankët mbi te. Kaloi tankët mbi te Stalin. Ky ishte urdhri. Po, domosdo. Dhe shikoj, betejat e më të mëdha me epope epike që janë bërë në kodrat perëndimore të Stalingradit. Se Stalingradi shtrihet në 7-8 kilometra në gjatsë brygjeve të Volgës, nëpër disa kodra kështu. Dhe këto kodrat e Malahov, ato Kurganska e Murman, e ka emi në Albania ku janë zonë këta. Atje për leshje, për jetë abdike, s'ka muhabet aty. Pastaj armat e kanë nuk ka qenë këto që të vinë në mi të papritur, pa pandehur. Ato ka qenë armat reale. Top predh, ashtu. Dhe arritën dhe një të rrethuar, bëjnë e ushtrinë të Hitlerit, me gjithë feldmarshal Paulus, një feldmarshalli më i famshëm Gjerman. Po? I zunë ropë edhe 300.000. 300.000. Tani, zoti Koci, si ishte jeta në Moskë, domethënë dhe në Rusi, jeta sociale, sepse shumë student, unë kam pasur dhe pedagogët e mi, që kanë qenë atje, u lidhën, u dashuruan me vajza ruse. Ju ratë në dashurimin e vajzë ruse? Shiko, unë personalisht, kisha thënë vetes time në mendje, që nuk do martohem me ruse. Pse? Po nuk do martohem me ruse, sepse kur isha sferë Begas, vinin këto oficerët tanë, që ishin student, që ishin studim bashkëmi sotik, me gra ruse. Dhe ata, se kur themi njëve se po flasëm që pispillose si shumë, dhe nuk ju pëlqente shumë e jeta në Shqipëri atë. Jo nuk ju pëlqente, se aty ju pëlqente se rrodin mirë për sa këtyre. Po mi thoshin që nuk ka dhe arktim këtu. Kishin e mendime... Pyt pas ka zënë Sedra Kuksianit. Po, më zuri shumë Sedra. Sedra Kuksianit, ta gjeta, ha? Me gjetem. Dhe ti thej që s'është për mua kjo? Jo, s'është për mua kjo, ashtë të thashtë të marrë këtej dhe që këta qefë shatë dhe të më shajë lokën ke mua. O, sa e bukur kjo. Ti vendosi që unë me ruse? Tani mos e thoj që s'plishuar ruset vajzat aty. Jo, shiko, vajzat ruse, me thënë të ishë një dimë të hapura, të qildura, të emancipuara. Ato që vinë se neve kishëm lidhje me fakultetit e filologjikut të gjuhës ruse të universitetit. Po? Dhe kishit? Po, marrëdhënie normale. Unë për shumë kam shkoja në gjitha di mramit e... Shkojmë mbrëmi? Ke vallëzuar me ruse? Kam vallëzuar, kam biseduar, po bisedet e në atë kohë, zotë Roland, nuk kanë qenë këtë që themi neve, o sa të dua, o plasa një për ty. Po që ishin? Qiko, për shumë, neve thoshe, ata thoshe, për shumë, qërë filmi një ke parë, qëfar libri ke lezuar, qëfar ditë bësh, përveç të mësimeve, ti bishe në vegli muzikora, meresh me sporta, qëfar teatri ke parë, qëfar një njohje ke për një Po, vajzat ruse pse binin dashuri me djemë shqiptarë? Po binin se, shiko, neve si ras, ne jemi ras shumë e pashme. Si ras. Me thënë drejt, qikë për diskutuar është kjo, se kështu thoshim ne dhe kur në 90-ën u hapë Shqipëria, jo vetëm që nuk ishim ratë se pamshme. Jo, e pashme dhe më thomë fizikisht. Po mirë, pra tani, mos ta bëjmë vetëm tani. Unë flasë për 90-ën, kur u hapën, kuptova që nuk ishim dhe aq të bukur sa mendonim. Në Rusë dhe kështu nga thoshin. Kështu thoshin, e? Kështu thoshin. Kishin një shok që u lidh me ruse? Kemi patur gjatë kohës që ka të studiuar studentë shqiptar atje, rreth 11 vjet. Po? Janë martuar 3. 3? Po, 3. I mbajtën ruset këtu? I mbajtën ruset këtu dhe që 3 i përfunduan keq. Si përfunduar? Përfunduan ku që keq i arrestuan.
me gjithë gradë. Me gjithë gradë, ha? Po. Oficerat? Oficerat. Ose Oficerat pilota. shtueshme kjo. Pilot, ha? Po. Shokët e tu? Po, jo, shokët e mi, njeri ka qenë... Po, i një, do të. Po, jo, i një, shokët e mi, tamam, shokët e mi. Po, njeri... Ti vete vuajte, e të vinde keq? Dhe mos do të, për kishme një shokët, pastaj di, se neve njifnim edhe di gratë e tyre, se kishim, përse duhe kishim qenë në shtëpi, kishim marrëdhënie me ta. Tani, për ta mbyllur këtë, një nga ato që thoshin pedagogët tanë atëherë ishte që ky lëshimi ndaj dimëve shqiptar ishte edhe për faktin që 25 milion rus ishin vrarë gjatë luftës botërore dhe vajza dhe gra ruse ishin ishin në disproporcion me meshkuj. Në regjistrimin e vitit 1959 kanë dalë 32 milion femra më shumë se sa meshkuj. Ua, në Bashkimin Sovjetik. Bashkimin Sovjetik, si mas gazetar. Në vitin 1959. Në 59, do të thënë 32 milion femra më shumë se sa meshkuj. Femra më shumë se sa meshkuj, Si mos dënoj që e të shtypi... Pas kanë pasur faja ato, zoti Koci. Po dhe një propaganda ruse i rusëve ishte që të bëni me sa duke do një që të futëshi sa më thellë të Shqipërim, dhe më themon. Ishte dhe kjo, ha? Edhe më themon se na thoshin e dim, neve që nuk pranonim, po shte ja, mërë të zidhi, cilin doni juve, ja, më zidhi. Po thoshin ty, ha? Zgjidhe? Po gjithë me radhë, mua e tjeri. Po pëse që ishin ato, dele ishin ato do zgjidhje tjerë? Po, pastaj kërë i di s'ke shumë për të menduar. Po ti e fortë se si nuk je tunduar, ha? E fortë me sa duket e di nga jo që unë mendoj që përjatët e fshatare duket pas fshatat të tjerë ishin qytetarë tani, mos e thuaj këta tani. Jo, po them për vetet një, se shikom. Ti thon për vetet tjetër, po ata nuk ishin qytetarë tani, në 57 tani, ç'a ishin ata? Shikom, e vlerëson të jetën më shumë them unë, me ai që ka vujtur. Ai që nuk ka patur shumë dikët, që është veshur i dobët, nuk është veshur i shumë mirë. Nuk ka patur të hajë gjithmonë 3 herë ditë ushqimin që ke dashur për ta hëngur. Edhe kështu që ai pastaj e njeh vetëm më mirë dhe i bën më shumë një shërbim jetës për të qenë në rregull pastaj kur fritet. Tani këta personalitete që u bën më vonë si Dritrova Golli, Ismail Kadare, po edhe personalitete të tjera dashuruan vajza ruse. Ti di një nga këta historitë e këtyre? Jo, unë njohur për atë kohë, unë as Kadaren, as të Dritrojnë si emër, nuk ka... Edhe një foto me djali. Djali me Kadaren. Nuk e koqiduar atëre me një personalitet kur ke studuar ti ta kesh jo? Këta ishin një student atëre. Unë në 58 kemi kaluar pushimet në Leningrad. Në Leningrad? Në Leningrad, po. Dhe atje vajta të Universiteti i Gjuhën Letërsisë. Po? Për të parë dhe isha një kurios, për shumë të shqip një tekstet shkollore, tekstet të jepsin dhe mësimat jem, se a shkruajnë gjë për Shqipërinë apo jo. Shkronin? Jo, vetëm pak kohë ishte për Gjegjfishten. Për Gjegjfishten? Po, aty kam shumë... E ke njëru Gjegjfishten aty? Aty kam shumë për emrin Gjegjfishten, se kisha rrë gjemnasin shkëllqyshën dhe në qatë një emrin. Tani besoj, tani unë po të bëj pyetje kështu, se ti e 86 vjeç, po bashortja të besoj që ti nuk she lidhur me asnjë ruse? Shiko, bashortja, çfarë ka besuar e di ajo, po mua s'm ka thënë, unë kam patur fotografi të vajzave që vallëzoja me to në album. I ke pasur Po, 3 vajza që... Ani unë filloj dyshoj që ti edhe mund të ketë pasur, nuk ketë pasur në një. Të dyshosh, së përkon njëri. Po, unë kam patur fotografi të vajzave, se kishim marrë një shoqërore, sikur një shoqërë të rëllant. Unë mendoj që, ndoshta jo vetëm, po shumë vetëm të kështu, që në atë kohë shoqëria ka qenë shumë e hapur. E hapur, ha? Shumë e hapur, liberale. Jo liberale, po në kuptimin që me marrëdhënie shoqërore të sinqerta. Të sinqerta. Tani, mbaruat studimet në Bashkimin Sovjetik, u kthye në Shqipëri? U kthy në Shqipëri. Kishe në një mendje kështu të rrije? Ja. Së shkone në mend? Ja. A ndëni në ju ushtarak atje? Jo, nga neve jo, kanë ndërë 2 pilota për helikopter. Ka qëndruar atje? Po, kanë qëndruar atje. Po si nuk u kthyen? Po se kjo s'dëshën të kthehen, nuk u kthyen. Po dënuan? Jo, mbetën dhe atë Bashkimin Sovjetik. Bashkimin Sovjetik, ha? Po. Se di unë të po, pse kishe edhe nga këta që mbetën, ha? Po, do të 2 pilota të helikopterve. Po mirë, si ishte rregulli? Ç'a ndodhte me këta pastaj? Po rregulli ishte që të ktheheshin, po atëherë qeverit ishin te me njëra tjetrën duke u zënë, kështu që atëherë sikur të rrinim të gjithë, ata thoshin rrini, fjala vjen. Patën pasoja familje këtu? Nuk e di, nuk e kam ndjekur. Okej, ju u kthyet në Shqipëri. U kthyem.
Ku filluat punë? Punë filluam në regjimentin e aviacionit gjithë bombardues në qytetin Stalin. Në Kuçov. Po. Aty tani, nëse është e mundur regjia, disa foto janë nga Kuçova ku tani atje mësove shumë mirë pilotimin. Sa të kujtohet që sa herë kishe pilotuar avionin atje? Dëgjoj, unë kam Këtu ja tek. Kam librezat e fluturimit në të kaj çanta. Te çanta librezat e fluturimit? Po, ne mund t'i marrë, ja më ndihmojnë të regjisë. Ndërkohë ne bisedojmë. Sa herë fluturove në Bashkimin Sovjetik? Po, aty kam me saktësi, sepse shiko, fluturimet nuk bëhen në dikutrum, po bëhen me orar të caktuar, duke shënuar orën e ngritjes dhe të zbritjes, dhe bile kontrolin që ka bërë mjeku para fluturimit. Po, mund ta hapeni çantën dhe nxirreni ndërkohë edhe një herë ne jemi duke zhvilluar një bisedë shumë interesante, një histori jete të pilotit Hamza Koci, i cili ka pilotuar avion ushtarak 32 vjet gjatë gjithë karrierës së tij, ka qenë student në Bashkimin Sovjetik 4 vjet si student për pilotim, pra për aviacion ushtarak, dhe po rrofen me të vërtet një histori të jashtëzakonshme. Tani, ky është libri i fluturimeve. Ky është libri i fluturimit rusisht. Atje? Atje. Ua! Ja, thot koç, me çëdje, Hamza Xheladin. Xheladin babaj. Babaj. Dhe këtu tash unë kam sasinë e fluturimeve që kam bërë në Bashkimin Sovjetik. Sa është? Ja ta mund ty. 898 fluturime, 238 orë e 48 minuta. Ua, në ajër? Në ajër. Ua. Kam 306 fluturime vitin e dytë me Jak 18U. Tani çfarë avion është ke drejtuar? Avion një pedestar që është me eliga si kjo këtu. Një vit të tërë dhe kam bërë 306 fluturime me te, 97 orë e 70 minuta. Ato thjesht ishin mësimor? Jo, fluturimet e tua? Mësimor, po këto. Fluturimet e tua ishin vetëm mësimor? Vetëm mësimore. Dërsa vitin e dytë të praktikës, kam fluturuar me MiG-15 bis. MiG-15, MiG-15 bis, dhe kam bërë 374 fluturime, 60 orë e 25 minuta. Vitin e tretë me MiG-17. MiG-17 vitin e tretë? MiG-17. Kam bërë 218 fluturime, 70 orë e 6 minuta. Wow. Tani, ju erdhët dhe filluat punë në Kuçov. Në Kuçov. Çfarë misioni kishit, çfarë do bënit si pilot? Shiko, ja, ky është një foto. Jeni ju këtu, në Kuçov. Këtu në Kuçov. Në Kuçov. Kuçov. Aty çfarë migu është ai? MiG-15. 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 Dhe jeni shumë mirë. Po, kam fluturuar 10 vjet me të. 10 vjet. Po. Ishte nga avionët më të mirë luftarak? Ka qenë një avioni më i manevrueshëm, shumë i manevrueshëm luftarak. Po. 15 bis, se është përsëritja e 15 shqiptar. Ku ishte prodhuar? Në Bashkimin Sovjetik. Bashkimin Sovjetik, ai. Rësi. Dhe ky lloj tipi, për shembull, ka sfiduar avionat perëndimor F-84, F-86, luftën e Koreas. Tani, sa vjet punuat në Kuçov? Në Kuçov kam punuar 16 vjet. 16 vjet. Tani, na trego çfarë bëre ti si pilot ato 16 vjet në Kuçov? Shiko, në programin e përgatitjes luftarake të aviacionit, programohen të gjitha llojet e përdorimit luftarak të avionit. Po? Për shembull, programohet këtu jam në Kuçov prapë. Po, në Kuçov mbas fluturimit. Mbas fluturimit, sa ke mbaruar dhe ke zbritur. Po, dhe ka zbritur dhe ja shkallë që zbresin nga kabina. Po, dhe? Shiko, programit i përfshin këto dy gjëra. Përfshin e pilotazhin në zonë e themi neve figurat, në mënyrë që është ja për ta drejtuar aeroplanin, për ta komanduar sipas rasteve, ashtu. Pastaj ne bëjmë sulmet aeroplanit kundër aeroplanit. Sulm, ashtu. Bëjmë kapje të objekteve aerore. Bëjmë luftim aeror. Në çift kjo punë dhe në përshkryshës dhe në qift. Pastaj bëjmë qitje kundër objekteve toksore, në fush, në det, në mal, në lugina.
Unë për shembull me skuadrën time kam bërë çështje bombardim në majën e Martaneshit 1875 me nivel detit. Po çfarë bombarduat ju ty? Sepse shikoj, ne vetë përgatiteshim që në çdo situatë japim një përgjigje kërkesës së adheut. Është pushtu ta zemëndim maja malit. Do vemi di për ta shkatruar. Tani e dinin ata zonës atje se ti e ke bombarduar, se mos kishin i çobanët. I bushatisin, ë? Po domosdo merret masa për shembull që bushatisit në zona teje ban. Ashtu ndodh, ë? Domosdo. Po ku shkonin ata çket? Po shkonin tutë rreth më larg perimetrit. Të ka devijuar ndonjëherë? Jo. S'ke pasur asnjë. Tani, të lutem se ju keni punuar jo vetëm në Kuçov, ju keni punuar edhe në Gjatër dhe në Rinas. Po. Tani, më thuaj çfarë incidentesh ka ndodhur gjatë karrierës tënde? Ja, këtu ku jeni këtu? Këtu jemi në Gjatër. Gjatër, Po, Gjatër. Te baza Ajrore e Gjatërit. Ajrore e Gjatërit është. Mik janë këta gjithë. Po, mik ai i dyti është mik 21. Po? Po si e dallon ti 15, 17, 19, 21? Si e dallon? Për shembull, këtu janë të gjithë mik 19 dhe mik 21. Si e dallon? Po shikoj se dallon. Për shembull, miku 21 e ka trupin e di më të hollë dhe më të gjatë. Dhe ka një fit për ta shikosh përpara, ka një konus. Shive aty përpara në hund. Po? Shikon që ka Po një. kjo është shumë si dallon celulari i shket, çfarë lloj celulari ke? Ashtu. Kurse di ky miku në fakt baza e goditjes luftarake e aviacionit shqiptar ka qenë miku 19. 19, ha? Kemi patur 72 aviona mik në. Po pas se këtë do të pyes, sa avion kishim ne? Neve kishim 72 aviona mik 19. Mig 19. Po mig 19. Po 15, 17? 15 kemi patur 24 copë. 24 copë. 17 F me forsazh 12 copë. 12 copë. Po. Do të gjithsej sa ishte flota? Ja të ta themon të ashtu tamam. Mig 21 12 copë. Po? Aviona luftaku më mor pra 30 copë. Po? Këto janë të dy luftarak. Dhe një bombardues ata qepeti irt 28. A qepeti. Dhe një bombardues. Dhe gjithsej i bie 150 duket bëhet. 150. Ju 150. Do të thënë flota jon ajrore, luftarake, ishte rreth 150 avion. Po për luftë që llojnë bombardojnë. Kurse ne kemi patur neve para këtyre ka qenë jak 9AP. Po? Dhe kjo ka qenë për luftë, para këtyre kemi patur 12 të atil që është kryer për aviacioni me 24 prill 1950. Çfarë ishte kjo? Kjo është e konsiderueshme për kushtet e Shqipërisë? Çiko. Neve masat e shtetit tonë shqiptar të asaj kohe kanë qenë që kemi patur një armatimin të barazvlefshëm me shtetet të fqinj. Itali, Greqi, Jugosllavi. Edhe me Italinë? Me Itali, Greqi, Jugosllavi. Dhe neve për shembull si pilota, neve dim, akoma se kam bllokun e dëshimet, të gjithë aerodromet luftarake të Italisë, të Greqisë dhe të Jugosllavisë. Nga i dini ty këto? Po i dim se na japin, ne dim neve. Zbulimi, ushtarak. Ashtu, çdo tip avionash kanë. Sa aviona kanë? Dhe çfarë dhe dalluese kanë edhe këta aviona. Si luftohet kundër tyre. Pranaj se për shembull dhe se kur do të bishe dikuj, matet e forcat në radhë parë. Se e ha apo se ha. Nëse ne na sulmonim, se unë po pyes njeriu më kompetent. Na sulmonte Greqia, Jugoslavia. Qoftë edhe një vend i NATO-s, Italia. Çfarë kapaciteti kishim ne? Çfarë mund të bënim ne? Shiko, atyre qefi jam ka patur gjithnjë. Për të sulmuar. Po, qefi ka patur, ndoshta dhe ka një sot bëjnë se ne jemi në NATO tash. Mirë po, në 67-ën, kur sulmoi Izraeli vendet arabe, Greqia u ashtu knell, dërsi në të kësnimin. Neve kemi vajtë me aeroplanat tonë dhe bënim qitje në Postanan dhe në Melesin. Koloj. Në Koloj dhe në përmet, afër një kufirit, këtë urët. Në shpat e malit, kufiri kalëm të përtet neve, në shpat malit këtej bënim qitje bombardim dhe rëtulloshë rreth kufirit grek, që duke i thënë që po ta majti hajde. Po ata kishin frikë? Me sigurisht që kam patur frikë.
Do të thonë, po të na sulmoni neje duke thënë se ju keni qenë pilot të 10 vjet. Ne qëllimi jon ishte të mbrohemi. Vetëm të mbrojmë. Po, të mbrohemi. Neve përgatitemi që të mbrohemi kundër çdo lloji. Po mbrojshin dot neve zoti Koci? Ne se shiko se sa mbroheshim, ata do se nuk na sulmon njeri. Për ta sulmuar Siamajti me nder Siamajti për ta sulmuar. Siamajti, ë? Ja, unë them se Siamajti. Kështu e ke pas bindje. Bindjen e plotësisht sepse ne ishim të motivuar, të luftuar sa të jemi gjallë. Tani, më thuaj, a ndodhi në një ngjarje, në një kështu që në një pilot i huaj kaloi hapësirën ajrore tonë? Po, shiko, deri në vitin 57, se në 51 u kriju aviacioni. Edhe fillimisht ata nuk kishin di frikë di nga kështu që bëni qefe i kalonin mbi territorin ton, avionat huaj qef. Kalonin deri në 57. Deri 57, po. Kalonin, ë? Kalonin. Në 57-ën, neve dhe kemi zënë dhe detyruar tullet në aerodromin e qytetit Stalin, aeroplan anglez. Don ju keni detyruar të ulet në qytetin Stalin, aeroplan anglez Douglas. Po. Ushtarak? Jo, civil. Civil ishte. Po pse ulet? Po, si pse ulet? Pse erdhi? Ai kishte kaluar hapësirën? Po, domosdo, ashtu. Ishte me pasagjerë apo? Nuk ishin 3 vet ishin te. Po? 3 vet ishin. Dhe ku i pikasët ju ata? Në hapësirën tonë. Po ku, pak a shumë në veri, në jug? Jo, në jug. Dhe ju e detyruat, tha, do t'ulen këtu? Kalonin për në Greqi, dhe s'bënin i bini direkt. Ata shkelin hapësirën ajrore? Po, domosdo shkelin hapësirën ajrore. Pastaj neve shikoj. Dhe ulet në Kuçov? I ulëm, i detyruam të ulem në Kuçov. Çfarë ndodhi me ata? Çau bët pastaj? Pastaj ato i sistemum në një hotel në Berat. Po. Dhe u pritet një mirë e bukur. Dhe tha kur grike thanë na kanë prit shqiptarët se ata kujtonin që me që është rrep që është Enver Hoxha të përret, ashtu tha kujtonin se do të shkatonin, kështu që ata habiteshin. Dhe i lirum ikën ata pas. Me avion ikën prap. Po tjetër, vetëm kjo ngjarje? Jo, prit ka ndërsa janë ulur 2 aviona grek në Vlorë. Ua. Po, ashtu. Çfarë viti? Duhet të ketë në vitet 60, në vitet 60. Dhe ata kështu civil, avionat civil? Ata gjithë thonë civil, ose kemi katruar vendin. Po ma me bujo ka qenë ulja e një avionit të NATO-s. Ua! Avion i NATO-s T-33 në 1957. Ju keni ullur avion të NATO-s? Po, avion të NATO-s me pilot amerikan, pjesëmarrës së luftës së dytë botërore që shtërzohen 4 aeroplana gjerman. Po ku e ullët ju? Në Rinës. Në Rinës? Po ku e pikasët? Si e pikasët? Ju ti ishe me avion që Jo, në 57 kam qenë bashkëpunëtor së dikun. A ti ishe në bashkëpunëtor? Po, dhe si u pikasë? Si është kjo gjë? Shikoj se radarat zbrojnë çfarë hapësirës së ajrore. Ato që sjellin në ulje pilotët. Ata shohin me ashtu pikë që ka një objekt në ajër. Nuk e din se çfarë objekti është. Dhe çon një aeroplan në tan për ta parë çfarë objekti është, qofshë është një aeroplan atëre. U ngritën avion tan? Po, u ngritën një avion në tan. Sa? 2. 2 avion. Po 2 aviona. Dhe e detyruan atë? E detyruan të uleshë, është ulur se në atë kohë neve di kundërshtorë NATO dhe ka bile jo tregtat e Varshavës, ishim akoma në tregtat e Varshavës. Ishim dhe është ulur në Rinas. Ka qenë avion i diri vonë, avion nuk e lam të këte. Nuk e lat avion? Avion nuk e lam ka qenë. Nuk e di pëse. Po mirë, nuk kundështoj ai, nuk vi ai NATO, se ai oficeri NATO-s, Amerikan. Je, se shiko, neve di se urdhri është më i tillë, që hapim zjarr pa paralajmërim, qofsh ata bëjnë di agresion, më hedhin bomba, mitralojnë ose hedhin parashutist. Sa parashutët e tjera, i vemi afër dhe i themi që ktheu në vend. Ju i shkuat afër? Po, domosdoshmë afër, në karafare. I shkuat afër, a? Gjitur. Gjitur gradë këtë. Dhe detyruat? Po, njëri i ri majtas, tjetri i ri gjatas. Po avioni ishte i konsiderueshëm, ishte i madh? Mesatar. Dhe ullët në Rinës. Çfarë i bët amerikanët pse? Amerikani është lënë tik, kurse avioni është aty, mbajt avion. Është 10 metër. Bileve thonë, më ka thënë se të kështë nuk e di me saktësi që ka qenë shumë i emocionuar, nuk e pranonte që është ullur në një avion të huaj,
Dhe zonte dilte nga avioni. I vete një komandim i për të shkullur aerore, general, pa i ku pishtë generalin, a i shde i shketës, dinte di anglisht, i shketës një Hoxha, dinte di anglisht, e thotë, get up, ngreu i thotë, s'ka këto dërla, edhe qohët a i pasaj. Shtu. Po, ngjarje tjetër të këtij lloji? Ngjarje tjetër të këtij lloji është neve kemi ullur aeroplan Jugoslav. Wow. F-84G. Ushtarak me bomba e preda në gojë. Wow. Po. Ku ullët? Ullë në Rinës, edhe atë në ullës. Kështu është ullë në 67-ën. 67? Korrekt, 12 kërk të 67-ës. Ke qenë ti në operacion? Jo, nuk kam qenë, në këtë kam qenë qytetit e Stalin. Po? Pilotat të Dhe detyruan atë pilotin? Po, detyruan aeroplanin e Tulit. Besoj e kapën nga veri ju, e pikasë nga veri ju. Nga veri ju. Po, dhe e shëqëruan, gjithmonë. E detyruan aty. Po, nuk e lanë tikte, ullë, pastaj avioni erdhi një pilot tjetër për ta marrë, një pilot e Jugoslavë. Po, bombat çau bët? Bombat në aeroplanin. Po pse me aeroplani ja kthyet prapë bombat? Nuk e hoqët, nuk e çamatosën? Nuk e di, shiko, unë fakt se kam në fotografi, dikujt, unë bombat nuk kam parë varur, po thanë që ka pa të bomba. Unë nuk e kam parë. Po ngjarje tjetër të këtij lloji? Jo, pastaj mbas 57-s nuk ka patur më. Nuk 67-s. Nuk guxonin më pas. Ja, pastaj më e panë që Nuk bëhet çka me Shqipërinë. Kemi një aeroplan italian deri në brigjet të Italisë, që si ishte jeta juaj si pilot? Ju kishit një regjim shumë të veçantë, por kishit edhe një normë që ishte speciale për atë kohë. A mund ta tregosh si ishte dita jote? Po dita jote njerë ka qenë e ngarkuar me shërbime, me përgatitje për fluturim dhe me fluturime ditën, natën, me gjithë këto që thashun me këto përgatitje, neve kemi përqit dhe bombardime edhe dhe natën panim. Edhe natën, Po, që dhe bombardime natën. Shumë e vështirë. Po e vështirë, pa vështirë, e ke detyrë ndaj e dheut. Ke vendosur për të shërby, do të shërbesh, sa t'jesh gjallë. Besoje ti në këto parime? Jo një besoje, po isha një plotësisht më i angazhuar për ta plotësuar detyrinë. Jo vetëm unë mendoj se besoj të ketë patur njëri tjetër nga pilotët shokët e mi që të mos ketë patur këtë mend dhe këtë vendosuri që ka patur unë. Ishe komunist? A ishit ju komunist? Po, komunistët, gjithë pilotët kanë qenë një komunistë. Se gjithë pilotët ishin komunist? Jo dhe për atë pas se përse disa vite, kur vitë një nuk pranoshin për njerë në parti. Po pastaj një pranoshin me parti. Po kjo për qendja komunistët nuk ka lidhje fare me dashuri dhe me... Po pra, a besoni të komunizmi? Shiko, besimit të komunizmit, zotë Rërant, unë mendoj që varet nga aftësia për ta njohur në çështjet e komunizmit. Sepse de faktikisht, jo vetëm mendoj po dhe kam bindjen që komunizmi banalizohet, sepse shiko, shoqëria komuniste është shoqëria e nivelit më të lartë të shoqërisë njerëzore. Komunizmi vjen mbas kapitalizmit. Sipas teorisë së Marksit, komunizmi vjen është etapa e fundit e shoqërisë njerëzore, ku njeriu punon sipas aftësisë dhe merr sipas nevojës. Po su vërtetuar ndonjëherë? Po nuk është vërtetuar. Pikërisht kjo qëllim, kjo nisëm që u mor nga vendet ishe socialiste, nuk u arrit. Dhe për shembull unë mendoj se më afër komunizmit është Kanadaja. Ku jeton ti sot? Po, edhe megjithatë është shumë afër komunizmit. Kanadaja. Sepse Kanadaja, për shembull, ju siguron jetën çdo shteti si Kanadës ka punuar në Kanada. Tani ti kur bëhe punën si pilot, ti besoje të komunizmi i Shqipërisë apo besoje të patriotizmi të Shqipëria? Ti mbroje Shqipërinë apo komunizmin? Ja, shiko. Njëherë unë mendoj për mendimin tim dhe bindjen time që partitë janë edhe më të repagatrojnë punë se sa rregullojnë punë. Sepse shiko, nuk ka të bëj patriotizmi, pra dhe nuk ka të bëj me të qenjërit në parti. Dhe gjëllugje që antarparti ishte, Mujoll Qinaku. Sa bukur e thekte, dhe gjëllugje antarparti ishte. Ose Rapo Hekali. Ja, këtu ti ke qenë në kull këtu? Në kull, të ndarët të Tiranës. Me këpë flet? Me avionat që vinë nullje. Që vinë nullje? Qa e duke thënë këtu? Kujdes ruaj kursin. Ruaj kursin. Me, 'Ruaj kursin', mere pak, kujdes këndin e planerimit, si mas rastit. Po,
Okej. Do kemi një ndërprerje publicitare, publicitet për pak minuta dhe kthehemi sërish në studio. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Faleminderit, kthehemi në studio. Falenderojmë edhe një herë MoneyGram Akinvest, si sponsor general i emisionit Dekalog këtu në Dritare TV, me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kudo. Po thoshim edhe një herë që këto ishin të zakonshme për ju pilotoni dhe pastaj kalonit në kull, si ishte kjo? Mirë ke tamam, ke parashikuar tamam. Neve shikoj, unë tem udhëheq filtrimi quhet. Drejtues i filtrimit për ditën e dhënë. Dhe drejtues filtrimi janë ose ajo është di komisari, një njëri shumë i mirë nga çdo gjëra kastra. I zgjidhte partia komisarët, ë? I zgjidhte partia komisarët. Jo, i zgjidhte. Gjithë një lloj. Po atëherë për filma pa. Shikoj, pse për shkak në rand gjatë isha unë në komisar. Këtu erdha di komand. Këtu sem komisar këtu. Po pse ke qenë komisar? Po kam qenë komisar gjatë. Ke qenë komisar, ë? Po, komisar i Gjementi. Po. Kështë këtu është i Bajazitit, i komesar kështë në të komandë. Dhe neve di se shikoj, a që drejton flukturimet atë dite, duhet të bëjë njëri kontrolin e kohës. Jepet i udhëzimet për funksionimin e infrastrukturës së flukturimeve për ditën e dhënë. Dhe pastaj shko dhe shef kodë më sirë kohë që thotë pilotave, dhe thotë gjithë që çfarë fenomen është që pritën. Si të plotson kod, ku është dhe mirë, ku nuk është dhe dashë mirë, dhe pastaj shkon të kull. Si trajtoheshit juve? Çfarë norme kishit? Neve jemi trajtuar shumë mirë. Sa ishte rroga juaj? Jo, rrogat atë nuk kanë qenë të larta. Po si jeni trajtuar mirë? Shikoj, për shembull, unë kam patur rrogën, po kam patur gjëra të tjera. Unë për shembull kam patur rrogën, siç e kam patur komisar të komandat të brigadave të kategorisë parë. Se ishim me ishim blat. Dhe sa shke rroga? Rroga dhe shkonte, për shembull, unë gjatër kam patur 12.500. 12.500 ka që rroga mirë? Po, rroga mirë, rroga mirë. Për kushtet e atërë, po thë? Jo, rroga mirë, jo, ta kam bëti që rroga mirë dhe bilet shumë mirë. Po, dhe po pensioni? Pensionit dashin neve dhe kemi trajtim të veçantë financiar. Po? Dhe mirë jemi. Mirë, sa është pensioni tani? Të është pensioni vetëm të 80.000, të 800.000. 800.000. Po në atë kohë përveç rrogës, ju menit të këto, jo djetat, po shpërblimet nuk ka patur, po ishte një njëherë më ushqimi i siguruar. Ishte i siguruar? Po ushqimi. Ki hajë repart? Po në repart me të gjitha nevojat për të përballuar dhe fluturimin. Çfarë anët mëngjes drejt darkë? Një pilot? Po, një pilot të shikoj, ne vetim konsumonim... Norma ishte numër? Numër 5A që ushe. 5A? 5A e pilotave me reaktiv. Kurse ato me likë kam patur 5-ën. Po ju 5A? Çfarë presupozon dhe kjo? Po kjo presupozon të për shembull që kishte... Neve hanim 4 herë në ditë. 4 herë, jo 3 herë? Jo 3 herë, se shikoj, pilotin nuk duhet të fluturoj asnjëherë pa hëngër dhe mëngjesin. Okej, kjo është një foto. Për mua është e jashtëzakonshme. Ku është kjo? Kjo duhet të jetë në Rinas. Në Rinas? Dhe mund duhet të jetë Rinas. Po tani Rinas ishte aeroport civil dhe ushtarak? Jo, po, para 90 ka qenë civil dhe ushtarak. Është bërë fillimisht për ushtarak, pastaj është bërë... Se ka qenë të fushë aviacionit? Fushë aviacionit. Po ku kaloi Rinas? Civili ka qenë fushë aviacionit në Laprak. Laprak? Po. Aty ku i themin e fusha? Po, ku kemi fushë aviacionit. Ajo ka qenë fushë civile. Kurse kjo është bërë për luftarakët. Dhe këto janë avionat MiG-19P, kapës. Se kjo pjesa e para me EZS është lokatori që ka për objektin në ajrë. Dhe këto kanë qenë të pajisur me raketa air. Air? Me raketa? Ja, ku janë dhe shtretit që vinë. Ja, se e të regoj unë. Kjo është raketa? Jo, është shtrati i raketës. Kë? Jo. Ajo, është shtrati i raketës. Kjo është shtrati i raketës? Po, shtrati i raketës. Ose ajo përte.
Ose kjo këtë. 7 raketë. Po. Raketa s'kan. Dhe çfarë fuqie kishte kjo raketa? Çfarë pasoja shkaktonte kjo? Po këto raketat i kanë qenë aeroplani kundër aeroplanit. Aeroplani kundër aeroplanit. Juve si vu ndonjëherë përdorim? Jo, neve në shkollë po. Në shkollë po, ha? Në shkollë po. Atje? Se shiko, MiG-19 këtë pënë e kanë marrë pilotët tanë në 59-ën. Sa kushtonte një avion? Vale, nuk e di me saktësi, po disa, shtret kanë qenë. I shtrenjtë. Shtret kanë qenë, po neve ne kanë dhënë në palek. Se avionët këta migët pa lek? Po, jo palek, i kanë marrë me ashtu clearing. Me clearing, ha? Clearing. Qa u jepim ne? Po me siguri minerale. Minerale? Me siguri minerale. Po mua më pëlqen kjo pamje kështu, domethënë ka një lloj kështu potencë, ha? Po potencë, Marrë më ndonjë avion nga këta që e ke pilotuar? Jo, me këta kanë qenë Rinas. Këta në Rinas, po ju keni qenë dhe në Rinas? Jo, në Rinas kam qenë vetëm në 70-ën, kur kam për kalimin nga MiG 17 në MiG 19. Okej, foto tjetër? Ja, presim një moment. Ja, kjo është avioni, duhet tjetë avioni i NATO-s. Po? Kjo duhet tjetë avioni i NATO-s. I rëzuar? Po. Jo i rëzuar, kjo duhet i prishura, nuk e di... Mirë, i rëzuar, i shkatruar. Po. A patën që avionët tanë janë rëzuar, zoti Koci? Për katastrofa aerore? Po, kemi patër katastrofa aerore, neve disa katastrofa aerore. Mund da i tregoni? Po, për shembull neve me avionat gjytë bombardues në migët, kemi patër 25 me katastrofa aerore. 25? Me mig? Me migët. Po? Me sa umbje jetë? Me sa umbje jetë? Gjithve. Po jo, 25 avion, po mund të ishim dhe 2 pilotët, apo një ishin? Jo, një tek. Nga një tek ishim? Nga një tek. Tek, ha? Tek. 25 të vdekur? Po. Në një rastë të kanë qenë dyshe, në mjerë i ketim. Në rastë të kanë qenë dyshe. Po? Në avion në... Dhe si, për çfarë arsye ndodhi aksident? Arsyen të saktë nuk e din vetë unë, për shembull ne vedim se kanë qenë të mund arsyen se pse ka ndodhur katastrofa aerore rreth 3-4 raste. Për shembull, ne dim atë kur është vrarë një shoku im, Azbir Senani, gjatë lojrave me forcat toksore, ne ishim në mbështetje të forcave toksore, dhe ishim edhe në katërshe, se zakonisht forcat toksore bëhen me ashtu katërshe në mbështetje. Dhe u futëm në sulm për qitje, edhe Azbirte i është plasi preda në kanal tytës. Po si ka mundësi? I plasi preda. Brenda avionit? Brenda në avion. Dhe vrau dhe atë. Shiko, këto preda, preda kineze, kishë një defekt teknik. Se preda, se ka një sust të djeshmërisë. Djegore? Jo, sust të djegorës, të kapsolës. Dhe kjo sushta nuk lejon që të përcas, që të shkoj djegore për pashë, derisa preda të takojnë në objekt. Qartë. Kurse duke më së pas këtë sushtën, a i preda përcise sa për fillon të lëvizhen në kanalin e tytës. Dhe ati në kanalin e tytës i plasi. Po, merreshin masa, shumë kur ndodhi se ky ishte një nga shokët e tu, një nga miqtë e tu, e ke përjetuar keq besoj. Po keq, unë isha një shoku im, po isha 100 metra dhe afër tij, po prishta që të malshonte objektin ai që të hap një zjarrin. Po? Ati i plasi. Ati i plasi dhe u rrëzua avionin në tokë. Doli si Veten e ke menduar ndonjëherë kur hipje në avion që edhe mund mos kthehem? Jo, sigur, unë nuk kam menduar asnjëherë që mund të vritem. Jo, unë kam patur gjithmonë në besim që do kthehem më mirë se sa po nisem. Po si ka mundësi? Jo, nuk e di, nuk kam patur asnjëherë impresionon. Impresionim as frikë, sepse pas ke qenë dhe psikologjikisht lartë. Po, sigurisht se shiko,
Se pilotët deri në radhë pak duhet kënë një qëndërshmëri psikologjike. Po. Për shembull të mos bjerë në situatat vështira. Të mos bjerë në situatë të mos jenë panik. Se do të vështirë të mos bëhet panik, se për shembull ai ishte panik tasem, se pa shokun tim që radi. Ti s'padhe, ishe i ftohtë. Ti ishe i ftohtë. Jo, i ftohtë, me logjikë që duhet çfarë duhet bëj. Me logjikë të ftohtë. Me logjikë që për të marrë masa, për të mos e pshur si ai që u vra. Po ju bënin punë psikologjike? Jo, punë psikologjike bëjmë gjithnjë. Po, psikologjike. Se ju treguat rrogën dhe këtë pjesën e shëndetit. Po edhe një herë ushqimit, çfarë hanë mëngjes, drek, dark? Shiko, neve në mëngjes për shembull, dhe në shkollë, se mos bashkëmimi stetik ne vini shumë dhe vëre, na jep një esëll fare gjisë pa krip, ose një farë qumshtë të thartuar. Po, se ishte një gjisë pa krip. Po, me sa duket i bën mirë të stomakut dhe tretjes. Edhe mëlsisht, edhe këtyre organeve mjedisorë. Gjisë pa krip, Gjisë pa krip. Pastaj, shiko, të gjitha ushqimet e pilotëve janë bio. Ju kishit bio? Po, absolutisht. Po qa kishit veçantë? Qa anit drek, dark? Për shiko, njerët i kishim me di mish. Mish, Përdit? Për ditë, 3 herë në ditë mish. 3 herë në ditë mish? 3 herë në ditë mish. Duket norma ka qenë 400 gram mish në ditë. Ti nuk dukëshe as atje, se mirë tani, që nuk dukëshe që kishen haje 3 herë mish? Po, tretet, zotë Roland. Tretet? Tretet. Po nuk kanë ngrashtu, nuk Sa kilogram bie trupi njeriut në një pilotim? Ta shqip, se sa kilogram, nuk e kam matur, nuk më të thëmë me saktësi, po thonë që 4-5 kilogram. 4-5 kilogram. Po, bje. Sepse dhe pikishtë di për të zëvendësuar këtë që mbet, t'jepet ajo sasi ushqimi dhe ajo cilësi ushqimi. Do mishin e kishit në zëvak. Po tjetër, veçantë, ëmbëlsira, fruta? Një fjalë ka proteina, yndyrna, ëmbëlsirë, çokoladë, fruta. Çokoladë, pritje. Do populli s'kishte kështu bukë të andë, ju ani çokoladë? Jo, populli ka patur bukë për të andë. Tani në fundi viteve 80 me thënë drejtë dhe s'kishte. Shiko ti, se për këtë një muandi më vjen e di, që di që si kanë e di këte mendime njerëzit, a e kanë sepse duhet thënë e di kështu, apo e kanë sepse e kanë jetur dhe faktikisht ata që kanë jetur vitet 80, këte mendim kanë se vitet 80 ka fillu dhëtë në talonat. Dhe ajo katraura, ajo radha për të marrë qumshte, për të marrë këto gjëra i kanë vitet 80. Komunizmi ishte edhe të vitet 80, e pre, urdo? Komunizmi ishte edhe vitet 80. Po, komunizmi shiko. Se komunizmi, u thashtë, ajo që nuk e pëndërë pati sukses, ishte një eksperimentim për të ndërtuar në etapa shoqërinë e komuniste. Dhe me këti të bëshe socializimi, shoqërizimi i mjetet të prodhimit për atë parë. Pastaj të krijosh një kushtet materiale të bëllëkshme, që pikërisht e kjo, kushtet materiale me ashtë të bëllëk, prodhimit e soli që nuk fituam dot. Tani për ditë ju kishit çokoladë? Për ditë e di çokoladë, për ditë e di fruta. Haj për ditë çokoladën? Po haj sepse di... Sa do çokoladë për ditë? Shiko ti, zotim. Se për shembull... Jo, ishit pilot thuaj, po dhe do të hanë se s'bën. Se neve, për shembull, neve kemi marrë di... Merë me sekretarët e parë, të rrethë që nga vini për vizit. Merë një me di minishë, për shembull, dhe me spilutave, ka ngërë Beqi Balluku, ka ngërë di bë Simon Stefani, me mua. A vinin hani drek aty? Vinin për vizit dhe ne i merë një pashtë. I merin aty? A hanin ushimin tuaj? Po, me ushimin të këtë avrina jollë, këtë avrina ime. Beqi Balluku? Beqi Balluku, ky Simon Stefani, këto dy kanë hangërë. Hanin shumë, hanin? Jo, hanin, asyrë, për jo. Shiko, Beqiri me shtë Beqiri kështë di dreka di tjera, po kur vite me stë pilotëve, a i hante di atë që servirishin. Bile di thoshtë që shumë me së di këta tjiret, për shumë Simonin, dhe ato sekretarët e pa thoshtë si hani që në kjo që për thoni juve. Si hani një gjitha ushqime. Foto tjetër? Më pëlqen shumë kjo foto. Qa miku është kjo? Kjo është mik 17. 17, Po, mik 17. Kjo është foto nga një revist. Po. Ose është me është besme se... Imaginot ishe ti atje, në qëmë se si ishe ti në shoku jotë është e? Po, shoku im është, E nje?
Pa shikoj një? Nuk po e dalë tamam. Por se mos je ti? Jo, nuk jam unë. Nuk jeni. Duhet të ti manipuluti në shta. Kush? Një manipuluti në shoku im. Noshta, nuk e kam të sigurt. Okej, foto tjetër? Ja këtu tani. Mehmet Qeu, Petri Dume është mbrapa. Po mbrapa, Petri Dume. Gjetëm Petri Dume. Gjetëm Petri Dume. Edhe madje është ai është Parlaku, general Parlaku. Po, ai përtej. Po. Dhe jemi në bazën luftarake detare të Ishullit Sazanit. Po. Abdi Mati, kundër admiral, komandanti i flotës luftarake, Petri Dume, general letnant, dhe Raman Parlaku, general letnant, dhe kundër admiral Zviqiri Mero 1965. Brapa. I ke njohur këta gjithë? Po, gjithë i kam njohur. Gjithë i ke njohur? Gjithë i kam njohur. Si ishin? Kanë qenë të përgatitur të shikom. Kuadrat e luftës shërgjimtare zoti bë Roland kanë qenë kuadrat më të zgjedhur, sepse i ka selektuar lufta. Prandaj nuk e di që thua për shkak që kanë qenë për pozicion që kanë patur kanë qenë gjithë të aftë. Mehmet Qeu si ishte? Mehmet Qeu ishte me aftësi, përvetësimi dhe reflektimi dhe dhënje shumë i aftë. Patë ndonjëherë bisedë me të? Jo, bisedë takime kam patur shpesh. E pas takime? Po, takime kam patur shpesh me të, sepse Mehmet Qeu dhe Hizni Kapo na kanë bërë 10 ditë seminar në Durrës. Dhe ky për shembull zbërthente artin ushtarak popullor. Ai ishte diplomuar në Moskë. Po, vetëm i diplomuar në Moskë me të përvojë lufte, ka studiuar për ushtritjen në kohë zogut në Itali, po, Akademinë Italiane, po, jo, po, diplomën e mori me mbrojtjen e luta për gjutuja të këpushte me gjutuja. Anglisht. Anglisht ditë rusi për shembull se fliste rusisht një shumë mirë. Edhe rusisht, a? Po, rusisht përse unë duke ditur vetë rusisht, saktoj se kush fliste mirë rusisht. E fliste rusisht në shkëlqyer. Po ku kishim mësuar rusishtën ai? Se i kishë mërru harri fulusin këtu dhe në Itali. Po mirë, për shumë këtë ty të di frëngjisht, spanjisht, italisht. Spanjisht po, se i kishë në italishtën po se... Aftësia djetë. Okej, foto tjetër? Këtë jemi ditë në qytetin e Salë në 63-shin, ka ra borë për herë të parë. Atje, e? Atje, ja këtë në shokët e mi. Ju ku shini? Në mes? Këtu. Po, në mes, me të zinxhire. Po. Si ishte jetën Kuçov e pilotëve? Jetën Kuçov ka qenë shumë e mirë për kohën. Ju ishte të zgjedhur? Po, të zgjedhur sigurisht. Ju ishte të zgjedhur? Të zgjedhur dhe nga ana shëndetësore dhe nga ana të themi patriotike. Po ajo ka solli atje ç'është, ka solli atje? Ai ka solli deri te në punë. Në Ikçen. Në Ikçen. Foto tjetër? Ua. Po, këtu jam, kjo është dikatëshja ime, kam qenë komandant katësha unë. Ti je ai? Po në mes, ja i gjati. Je komandanti, e? Komandantim. I mban mend emrat e këtyre? Po, si mban. Si quhet? Ky quhet Belalcina. Po? Ai quhet Gjorga Çipi. Po ky? Ai Zënësini. Si ishin si pilot, si ishte shefi? Ishin të mirë apo jo? Kush këto pilotët? Pilotët. Shumë mirë që pilotët. Ishe i rrept apo ishe i but? Jo, as rrept, as i but them unë, po korrekt. Korrekt. Po, kërkues normal. Po, foto tjetër? Këtë janë kinë. Tani, ju përveç arsimimit në Bashkimin Sovjetik dhe një përvojë të jashtëzakonshme në Kuçov, ju shkot pasaj me studime dhe në Kinë. Po pse shkot? Ju kishit mbaruar studimet. Dëgjoj, unë nuk kam vajtë për studuar vetë në Kinë. Këtej është edhe komandë i Rinasit. Po? Neve kemi ishtë në Kinë me një grupë pilotësh që studionin në Kinë, 22 vetë, komandë Hakiu posim, pilot i shkëlqyrë dhe komisarun. Kishe komisar? Komisar grupi. Komisar i grupi pilotët. Po kemi fluturuar në Kinë. Neve vetë kemi fluturuar. Sa vjetë në Kinë? Po në të plot 3-4, po si ko, 12 muaj. 1 vit? Po 1 vit. 1 vit. Dhe në cilin qytet ishit? Në Tianjin. Jo, kjo është Tianjin, është një qyteti kryesor në Kinë. Bile tash u bë një mbledhje që ishte Putini, ishte një ato në Kinë. Po ky kinezi këtu? Ky është një shefi shtabit të Tianjinit. Shefi shtabit të Tianjinit. Shefi shtabit. Mësove kinezisht? Normal, sa për të marrë vesh në ajrin tokë. Ni hao. Po ni hao, si. Foto tjetër. Në Pekin. Tu je në Pekin?
Muri madh kines, 1907. Jo, s'është muri madh, ky është ajo... është ajo... Tinanmenim. Ky është sheshi i mirë, Tinanmen. Ja, sheshi Tinanmen. Tinanmen, po. Në 74, Pekin. Po, foto tjetër? O, këtu jemi në shtëpinë e Macedonit. Në shtëpinë e Macedonit? Po, shtëpinë e Macedonit. A e takoi, ishte gjallat e Macedonit? Jo, nuk ishte gjallat. Ishte vdekur? Ja, kishte vdekur. Jo, nuk ishte vdekur, po ne veçanë për takuar Macedonit. Ju vajte te shtëpia muze. Ne vajte te shtëpia muze. Dhe çfarë mësuat te shtëpia muze? Çe ishte Macedoni, një enver? Shiko, Macedoni, për mendimin tim, Zotëri Rënd, ka qenë mendimtar shumë i fuqishëm. Shiko pse ka qenë mendimtar shumë i fuqishëm, sepse ai marxizëm-leninizmin ose komunizmin nuk e shifte si dogm, po e shifte si teori në zhvillim. Dhe ai për shembull kishte disi jashtë kritikonin neve, partia jonë. Le të luzojnë 100 lule. Le të hapen 100 shkolla. Po? Dhe zgjidheni atë më të suksesmen. Dhe praktikisht i kështu i doli. Ky është ky këtu, i dyti pas meje, është ish zëvendës komandi shkollës. Ashtu. Ky është ai që na priti në shtëpia muze. Po? Edhe me radhë. Atë janë. Që nga dhe një vajzë tu? Po, është një vajzë. Edhe kjo ishte shërbet aty të shtëpia muze. Dhe kishim dhe kinez në Shqipëri, e? Po, plot. Një gjë nuk kanë kuptuar. Shqiptarët ranë dashuri me ruset. Po. Si nuk ranë dashuri shqiptarët me kinezet, me vajzat kinezet? Shiko, kinezet ishin për atë kohë, ishin një dibe shumë fanatik. Oh? Fanatik të çuditshëm. Të çuditshëm. Vërtet? Po. Po pse? Po nuk e di, kështu ishin, ata ishin ashtu fanatik sa që unë nuk kam dish fanatik se na thonë neve për shqiptarë se do të njëjë Malsova që jemi fanatik shumë, i bëjmë të fshehura gratë, thoshin për ata të tutëm ata, po jo di për moshën tonë. Dërsa dhe kinezët për shembull ky ka qenë në Rinas, ky këtu, ha? Ky këtu zëvendës komandi shkollës. Po? I lishnjen. Po jo, më ka thënë ambasadori kinez që kam intervistuar, që 6.000 kinezë kishin ardhur në Shqipëri, që punonin dhe gjithë. Ka qenë martuar në duket. Jo, s'ka. Asnjëherë. Ai tha s'ka, tani në një dashuri e fshehtë edhe mund të ketë qenë. Kush po më ka bërë përshtypje kjo që me rusët e u bë. Po me rusët. Deti kos. Po me rusët pastaj rusët ishin më të hapura. Se për shembull ky e kishin ftuar në shtëpinë neve, Hakiu, se Hakiu është kthyer Hakiu, nuk është që jam vetëm unë, me ta unë se iku Hakiu pas kam tash mush. Dhe ftuam në shtëpinë neve shoqja gjithë ky naftës se i vinte trup, po nuk e zori gruan edhe të trejtë. Te shtëpia ti? Jo, as nuk vjen në shtëpia ti, po në mes pilotave erdhi ky dhe naftoi neve. Ka qenë kështu, domethënë ka pasur frikë se mos i rrëmbeni gruan ju. Ja nuk e di se për shembull ata mos i rrëmbeni Helenën ju. Kinezët ishin diktet që për shembull burrë grua nuk eshin burri para gruaja mrapa. Wow. Po kështu eshin. Foto tjetër? Këtu në Bashkimin Sovjetik, po e komentuam këtë? Po këtu? Këtu jemi në Gjadër. Në Gjadër? Janë pilotët. Ju atje i gjatë? Atje, ja. Ju jemi i gjatë nga gjithë? Sa i gjatë? 25. 25. Ishte kush për pilotët që duhet ishin të gjatë? Jo, të ishin gjatë. Të ishin më mirë për pilotët është të shëndet. Me shëndetje dhe mesatar. Mesatar. Asi shkutët që nuk pranohet sepse starin këmë të pedalet. Po i gjatë? I gjatë të regullohet që pedalet ka është... Jo, nuk ishte kështu për gjatësi. Jo, për gjatësi, për shembull një, se neve kemi pasur pilot një 90. Kishte një 90? Po, kishte një 90, sepse është një kishte sepse të zako ka din për panari. Prandaj pyet atë. Panari. Po, foto tjetër? Këtu? Këtu jemi në shkollë Bashkimit Sovjetik. Bashkimi Sovjetik? Ja, që bënë që thashtë që ata shtetet e mëdha duket që kanë shumë seriositet në organizimin e festave. Për shembull, këtu është dim 10 korriku. 10 korriku ynë? 10 korriku ynë, po vjen ky është zëvendës komandi shkollës, është komandi shkollës. Zëvendës komandi shkollës, shefi shtabit. Komandi skuadrilës. Ja të gjithë dim skuadrilë dhe neve ja ku kujmë ato ty. Ku jeni ju? Ja aty.
Jo, mos u çom, do të thënë jeni terreshti. Ja, përse do të çojmë nga dalë. Që të tregoj. Dallo, tani e dallova. E dallova tani. King keni qenë? Po, King. Po, përveç mësimeve për pilotim, ju besoj morët dhe një kulturë gjenerale gjatë studimeve në Bashkimin Sovjetik. A ju ndihmoi fakti që juve patjetër, vizitonit muze, koncerte, shikonin koncerte? Po. Neve në Moskë kemi kalu dhe pushimet e 58-ës dhe kemi vizituar mauzoleun Lenin Stalin, sheshin e Kuq, që e kishim atë të thosë si dhe sheshi Kuq, ne kujtojmë që parisisht edhe sheshi Kuq. Nëse sheshi Kuq, për shumë, për të mënia, ajo më imaginata, pastaj nuk përputhet me pritmënin, po shkëlqyri ishte, ashtu. Në mauzole vizituam muzeun e Leninit dhe Stalinit të Boca Mosër, të shtrirët të dy, me kurora me lule, në vinimin e vërdallë, ashtu. Vure në një kuror me lule? Jo, në zvinimin e kurora me lule. Aty ish një kurora me lule. Neve thishtë të bilu futët, sa të ishte radha shumë e madhe për të futur. A i përgjeshio që ishte një major, a i tha që janë qepta këta dhe nga futën para qikë, se ishte radha madhe. Po, koncerte? Koncerte shikom. Neve për shemë dhe kemi para filma, shumë të ripë, në teatrin Balshoj. Balshoj, ke qenë Balshoj teatr? Balshoj teatr. Pa në i shqiptarët i që kërcente? Ganimet Vëndresha ka punuar 6 vjet aty në Balshoj teatr. Ka qenë vofësat, në atë kohë ka qenë Zërica Harxho. Ka qenë aty? Ka qenë Zërica Harxho. Zëricën? E ke parë? Jo, nuk e kam parë. Po nuk e ke parë? Ja për atë kohë, jo. Ajo Ganjali, si e patim në balet maestri, Alija. Po edhe Ganimet Vëndresha, se dhe jo, ka qenë dhe student. Pastaj di kanë qenë dhe solista, ishin në disë studion, ishte Avni Mula. Avni Mula, po, se ju martuar me ruse? Me Nina Mullur? Nina Mullur, Ibrahim Tokisju, një Gjoni Thanas, dhe dhe tjerë. Po, tani këtu kemi një foto që është Enver Hoxha, dhe ju keni qenë brapa ti. Po. Tani, ku jeni këtu? Këtu jemi në Gjadër. Gjadër? Po, në Gjadër. Erdi Enveri në Gjadër? Po, Enver Hoxha ka bërë vizit dhe në Gjadër në repartin tonë. Po? E kemi prit këto është edhe duke folë. Dhe për shtypja është që thash që ata përkatitëshin për asës sa të bërëshin takimet dhe me neve dhe flishet dhe egzaktësisht për çfarë duhet bërë dhe pilotit që të din regull. Edhe këtu është di komandanti, aty aja është aji Zhurda, aji roja kryesore. Behar Zhurda? Behar Zhurda. Po, bodyguard. Aja është edhe Mua Aslani. Mua Aslani, sekretari pari. Këtu në duke mund që... Si ishte Enver Hoxha? Enver Hoxha ishte njërë sillej në një shumë e gentile me atë që takonte. Dhe nuk takonte njëri di veresien, po fokusohej. Të ngulitej edhe për si shkon. Pas e të lindë ty dhe vazhdo të nështë tjetër. Po, këta i vravo i pushatoj tërë këta që i vlerësoj. Ato të tjetër shiko, ato me nështë përshkatimin e dhëmë, sem dakord dhe në kur. Ani ishe dakord, si ishe dakord ty së pyese njeri dhe i... Po, shpirtirisht. I ndëruar, e di çfarë kam lexuar në vitin 1974, 3.000 ushtarak, duke filluar nga ushtar, kapter, oficer, provuan prangat në Shqipëri, nga 1 janari deri 31 dhjetor. 1974. 3.000. Po pra, grupi i Beqir Balluk. Po 3.000 ushtarak, qa këshim bërë këta ushtarak, po? Ashtu. A jeni dakord me këtë? Dakord. 3.000 ushtarak janë tronditur kur e kam lexuar. Janë tronditur. Dakord. Se ata kanë qenë... Po. Do të moshatarët tuaj, bashkëpunëtorët tuaj. Këtë letër pësi... Që ky e ka bërë ata, nuk e bërë në një tjetër. E thotë dhe Ramizalia është dorë ati në të gjithë aktivitetin të Shqipëris nga 25-a dhe në 35-ën është... Foto tjetër.
Grupi pensionista. Aja është asbiu që është vrarë. Në fotografi me aeroplan. Është atje. Pa atje i shketi. Në kujtim, keni bërë në kujtim të ati? Në kujtim të ati kemi bërë. Se tani e kuptova. Këta janë kolegët tuaj? Klasës time. Pilot gjithë? Gjithë pilot. Gjithë pilot, me ato që ishim të fotografia. 9 pilot gjallëtu dhe 1 vdekur? Po. A i mbrapa? Po. Ta shi këta s'janë gjallë. Po mirë, flasë, keni bërë një kujtim të njëse? Po. Okej, foto tjetër? Familja. Tani, nuk të pyeta për familjen unë, po... Bashortën nga e ke? Është bashortën e kam me origjinë nga Përmeti. Kuksian i zjuar. Kështu e ke marrë kështu toske, vetë gege, e ke marrë dhe... Jo toske, po nga Përmeti, s'ka, më të mirë nuk ka në Shqipëri. Dhe është të dive që ke dirë si... që di se në gjërëzat të reshin, po në një rekoneshëm të rajonit, në nga qafana, kufirit edhe për drinës kepistilës në Konespojnë. Po? Dhe njëri drek kalum në përmet për shku për në Gjirokastër. Po? Kjo kështë qenë në një dashe me njërësit e saj në përmet, dhe kështë dalë të këtura e përmet. Unë të dhja gjitha, kur edhe shofë në turmë, kjo ishte vazharet, ishte një 6 vjeqe. Edhe më të rëshme dhe më thomë, si shëfë i djali vajzat i djali. Po ka është vedem, kur pastaj masa kohësh, e shofë që ne shkojnë film, zotë gjithë një të filmat e rishtë, ato me zi prishnim. Në qytetin e Stalin, kur e shofë që ishte me vine me... Në qytetin e Stalin? Qytetin e Stalin. Banon të qytetin e Stalin. Po dhe ishen përmet? Babaj, shiko, babaj me maman janë nga përmeti, po ardhë pas qëllim qytetin e Stalin. Ua që koincidencë, ha? E për e. Dhe ti edhe gojë në qytetin e Stalin pasaj? Ati e pashtë që, tha që nga këto vëndëse. Pastaj më vonë një pashtë se në atë kohë dhe të shikofesat dhe kanë qenë që këti si me shumë që këti probleme si me thashe theme mërshim. Dhe unë e një prita nëzdoja të pysh një direkt, po për fatë njëm, kjo ishte nëzëse dhe dalur dhe shumë stabilin në mërëse në qytetin e Stalin. Thoshtë të drita Jorgjë nëzëse dalur i klasë 2 gjimnaz. Thashëm, do t'i... Quaj bashkërtja? Drita. Drita qëtë bashkërtja. Dhe pe atje ti? Po, atje pashëm. Do dhe ti e paske, si i themi një gjuhën kështu, e paske gjujtur se ishte tabelderi. Se ishte tabelderi. I zgjuar, shumë i zgjuar. Po, dhe pasaj i kërkove direktor? Po, jo, pasaj i futa një shoqët saj, që e njifte një shoku im, atë vajzën, kjo tha një po, edhe kjo punë pasaj vazhdoj. Për qëfar u diplomua bashkërtja? Për gjullet e si Shqipe. Për gjullet e si Shqipe? Po. Këtu e në dy qunat? Dy qunat. Si quen? Kjo është Ariani i madhe që pëllon në BBC, aja është Rudi në Toronto, është një piktor. është piktor? Po, është një piktor, po jep mësim në gjimnaz në Toronto. Në Toronto? Po, 20 vjetë atje. Po, gazetari i BBC-s? Gazetari i BBC-s është të klajmet, është një farë shefi, nuk e di të avam. Një farë shefi, e? Se vetëm ti ke qenë shefa, po djali ka drejt tjetë shef. Se ti komandant, komisar, shef, komandant atje, po edhe djali. Edhe është nga gazetarët të njërë të BBC-s. Po, foto tjetër. Kësem të muzeu i aviacionit në Londër. Në Londër? Po, tani mirë ne në thej që ne ishim fuqie madhe ushtarake, the po, si na shikonit të tjerët ne, si e ke kuptuar këtë? Ushtrit e tjera, si na shikonin ne? Shikove, unë mendoj që fuqit e tjera, neve nga kanë shikuar dhe nga kanë matur me shumë seriositet. Vërtet? Po, derisa nuk guxonin një të afroshim me mas 58-ës, mas 67-ës. 67. Dhe madin e me i fjalli me janë përpikur për ta vëzurë më regjimin dhe nuk ja dolen, tërgon që ata e panë që nuk janë edhim kollaj për të zurë ta. Tani, momenti kur mas 90-ës ju patë që ata avionët që ti drejtove, shkuan për skrap, si u ndjeve? Shiko, sigur që të vjeni një keq, gjë keq, po shumë keq. Dhe kjo ka ndodhur për mendimin tim sepse
nuk kanë dashur t'i hapi shumë ditë të lashe drejtuesit e shtetit vetes tyre. Më kollaj, sepse di për shembull edhe Greqia është në NATO, edhe Italia është në NATO, edhe Turqia është në NATO. Edhe Turqia në NATO, po kanë ose për shembull se po flasim që keni kështu të hapur sipas mendimit. Që për shembull ne ishim në tregtin e Varsavës. Ishim ata tregtin e Varsavës, po aman reprezentantë ishin tanët, pilotat ishin tanët. Përsa neve tash nuk e tash, gjëse nuk marrë se me siguri që masat për të mbrojtë Shqipërinë di merren, këtë kam besimin 100%, që nuk mund pushtohet me Nikolaj. Po aviacion duhet kishte. Duhet kishte. Unë them që duhet kishte. Tani të pyes për disa ngjarje që ti i ke përjetuar si pilot. Kur u mor vendimi për largimin nga Traktati i Varsavës, ishe dakord? Dakord. Pse? Ishe dakord sepse unë shifja që në Bashkimin Sovjetik filluan të mos na vlerësonin më. Mos na vlerësonin. Atë që në kohën, që nga fillimi i viteve 60, filloi që të kishte një vlerësim që jemi që pak neve, që mi festahim punën, nuk kanë në forcë, në kushtë çfarë që po na kushtë. Po jo, ne ishim Traktat Varsavës dhe ishim kundër NATO-s. Kundër NATO-s. Tani ikëm nga Traktat Varsavës, ishim kundër dyave. Kundër dyave. Si dilëm, ç'a ishim ne që i përballonim dyave? Po këtu do të parasysh edhe geopolitika, konjunktura geopolitike. Ata dhe për shembull me siguri që Bashkimi Sovjetik nuk lejonte NATO për të na rënë, NATO nuk lejonte Bashkimi Sovjetik për të na rënë. Bukur, shumë e bukur. Shumë e bukur. Kjo është. A ju thoshin ndonjëherë ky Hamza Koci është filorus? Nështë mund të ketë patur mendime të tillë, po unë filoruse nuk kam qenë asnjë në asnjë mënyrë. U mërzite kur ndërprer marrëdhëniet? Po, për të mërzitë. Po, për të mërzitë të gënjej. Tash që thotë dëgjon. Më mërzita u habita më shumë, sepse ishte bërë ajo propagandë. Misi e pathyeshme që thoshin ato gjëra, ashtu sistemi edhe di tani se neve këto lidhje të di miqësore dhe lidhje të di të bashkëpunëtorëve i kemi pa dogana di qasën ndaj tyre. Unë për shembull nuk kem dakord edhe që kaq të përzihemi në mënyrë të padallueshme me ta dhe të preferojmë me shumë superlativa. Po kur u ndërprer marrëdhënie me Kinën? Dhe me atë di keq ka qenë. Ja, ishte kështu pasë. Po, atëherë morën fundë. Atëherë ishte kështu shutdown, si thonë në Kanada. Atëherë fillon të tallonat. Po jo, atëherë. U mërzitë shumë atëherë. Po kush të pyes të ty? U mërzitim sepse do ishim një vetëm. Foto tjetër? Po këtu të pas ka veshur general këtu. Ato i ke 3 dekorata i ke ato? Jo, 4. Është një miqës duku të ditu. E ke 4, po? 4 këtu. Po? Kjo është një vajza e bashkën, tash është një maturanta. Tani ke, do të ti je 4 herë gjysh? Po 4 herë gjysh. Do të ai si quhet nipi? Quhet Sebastian. Sebastian. Ke quhet Sofia? Po? Ai quhet Klea? Po? Ai quhet Hana. Tani të dy djemtë janë martuar me shqiptare apo me tuaja? Ariane në Londër është martuar me angleze. Me angleze? Me angleze. Do të thonë ti nipin tënde ke gjysmë angles? Po, jo gjysmë angles, po shpirtin e ka di këtu. E ka shpirti këtu tani 55 vjetë tani ose bën ai se. Jo, ashtu është, 55. Po, s'ke çaj bën ose. Këta ti zoti. Po djali tjetër? Çfarë djali? Do të njëri martuar me identiteti me origjinë nga Gjirokastra. Nga Gjirokastra, ty që nga rregull atë. Po. Ile në Toskëri ai si babai ai. Si babai. I do shumë nip mbesa? Po ti ke larg nga i takonsit. Po tash jam larg, po atëherë isha i shafër, se ajo është mbesa e parë e rrugës të djalit në Toronto, ajo mbas Hanës. Kurse kjo është ajo që është maturante, ke Sofi. Ai janë rritur tani. Po janë rritur, ajo është maturante. Po mira aty të veshën kështu shtarak aty? Ko për çem, thon doshin ata, doshin fëmijët, doshin njerëz të vishur. Pilot, vishë gjyqë? Vishë, do vesha. Sa mirë ke bërë. Sa mirë, vetëm kapelet më ngon. Foto tjetër? Këtu jemi
Dasëm? Në dasëm të rrugët të Gjakosh Gjirokastritja. Po, ajo Gjirokastrite? Gjirokastritja, Këtu bashortja, djali tjetër, me nusen. Bashortja, djali tjetër. Ajo është dhe bashortja e Harjanit, ajo mrapa. Po, ma e mrapa. Po, edhe fëmijët. Po, edhe fëmijët. Po. Foto tjetër? Kemi foto tjetër? Mund të doja edhe njëra të foton me ata avionët në qiell, atë foton, sepse ajo është një foto shumë simbolike. Kjo, po. Çfarë foto është kjo? Ha? Çfarë foto është kjo? Kjo është foto shkëlqyer. Do të thënë kjo ai që e ka fotografuar, ka qenë avion dhe ai. Në avion do të ketë qenë Kol Berisha. Kush do të ketë qenë? Ai ka qenë një fotograf Kol Berisha. E kishit ju? Jo, ishte në fotograf në tërësi, për ushtrinë. Po, e që ishte të ushtrisë. Dhe ky bënde fotografi të tilla. Fotografitë e kishte për të tërë të bëte këtë. Kjo është foto jashtëzakonshme. Shumë mirë. Sa metra larg duhet jemi këtu? Se shikoj ret atje. Jo, këtu do të jenë 2000 metra. 2000 metra? Po, 2000 metra. Do nuk është shumë larg. Jo, nuk është shumë larg sepse bëjmë përgatitje për paratë këta. A janë paradës, ë? Paradës ta sepse nuk ka përgatitje luftërake me këtë formacion. Disa herë i nderuar ka pasur kështu që ka pasur plane për ta sulmuar Shqipërinë. Dhe ka pasur llogari për ta sulmuar madje edhe me i bombë bërthamore që kishte nëse do bëhesh një luftë bërthamore. A kishte kapacitete Shqipëria që të mbrohesh me këto fuqi kaq të forta? Shikoj, Shqipëria ka patur një strategji dhe taktik të mbrojtjes nga çdo lloj sulmi, unë mendoj nga më të perfeksionuarat në Europë. Për shembull, janë tunele të mëdha për çdo qytet, për shembull, Korça kishte spitalin të tunelizuar në Voskopoj. Voskopoj? Ku Voskopoj atje? Se jo Voskopoj. Në tunel në dhe. Për para gjë këtë? Po, ja. Ndërsa di Kuksi është qytet i gjithë Kuksi poshtë e vetes tij. Kuksi, ë? Po, ashtu. Kështu kanë pastaj nga goditë bërthamore, Nga goditë bërthamore. Po. Ashtu tunelet e Gjadrit janë 3 kilometra tunelet e Gjadrit. 3 kilometra? 3 kilometra tunelet, të gjitha disa lloj tunelesh. Po. Ashtu janë të gjitha me dyer kundër goditjes atomike. Atomike. Po. Dhe me pistë urgjente që qohet aeroplani drejt nga tuneli me njëherë në ajër. Me njëherë në ajër? Po, me njëherë në ajër. Tani, si pilot që je, si e përjetuat 24 marsin e viti 1999, kur NATO sulmoi në Serbi? Mund të ketë qenë gëzimi më i madh. 78 ditë. Gëzimi më i madh në jetë sepse neve dhe mos gjithë Shqipëria po kuksianët. Ashtu se unë për shembull. Ku ishit ju? Këtu ishit atë por në Toronto? Jo, këtu. Këtu ishit. Këtu kemi qenë. Sepse neve për shembull kuksit i Zotit Roland ka patur përleshje historike me serbët. Për shembull dhe serbët kanë eliminuar, kanë therë dhe vdik të gjithë dajte e nënëstime. Dajte e nënëstime? Po, për shembull nëna ime s'kishte dajo. Wow. Në 1912. 1912. Po, Shazhibar Dida nga përbregu i Kuksit. Ashtu. Dhe kam bërë dhe raprezgjalje më mështë njërzore. Kështu që unë për shembull dhe për serbët, nuk kam edhe pikë mëshire, se thonë sa që, pse thonë që kemi vrarë 12.000 serbët dhe në Kuks, sepse nuk është reale, thonë. Një thash, një shokë të thash, ore thash, janë sa në kushin e mretë, pasë mos kishim e të vërshpende atë tonë në atë kohë. Po në di që nëna më ka thënë që ishte mush Zabeli e Arat, plot me kufoma serbësh. Sikur të kishe ti mundësi të pilotoj një avion, do kishe... Me njëherë. Me njëherë, more, kamikaz. Kamikaz? Kamikaz do me thënë që ti... Po, kundër serbëta? Të vrisë edhe vetë? Bëjt damin maksimal. Kamikaz, nuk kam të ngopur. Po, për dhe kështu. Në qoftë se ju keni ndjekur besoj procesin e ish drejtuesve të UÇK-s në Hagë, qoftë se, po më hamëndësoj, do t'ju thërrisni ju si dëshmitar në Hagë, që do thoshit? Nuk kam sigur që a thëmë, sepse njëre dive është, unë për shembull nuk kam dashur
dhe e kam qytë gabim që bërin e gjykatës. Ngritja e gjykatës. Sepse që me hiledja jo. Që me hile, që ishte hile serbe. Është përkraje e Europës, dhe në përgjithësi, përkraje për Serbin, që me i gjerë aty. Mos të gjerë të hatëri as aty, këto të fitojnë diçkan, po dhe ajo të mos lëndohet shumë. Dhe në qoftë se do ishit ju atje si të shqiptar, çfarë do të thoshit? Jo, do i thosha që është një sajes diskredituese dhe jo vërtetuese. Aja është sajes diskredituese dhe jo vërtetuese e në gjëje. Si një pilot i traktatit të Varshavës, kur u antarësua Shqipëria në NATO, si e përjetua atë ditë? Shiko, është sukses shumë i madh. Sukses i madh. Është sukses shumë i madh sepse ne vedi. Po si sukses i madh ti ke luftuar kundër NATO-s? Kam luftuar kur ishte armik NATO-ja. Dërsa pritë se demokracia, karakteristika e demokracisë është se armikun ta bën mik. Dhe duke bazuar në gjeopolitikën më e sotme, me bloku ushtarak më i fuqishëm botë është NATO. Kështu që antarësimi në NATO është sukses shumë i madh. Në qoftë se juve do të merrni një mendim, juve, si ish pilot, si ish ushtarak, për ushtrin tonë, çfarë do t'i thoshe, çfarë do duhet për ushtrin tonë të kemi? Shiko, për ushtrin tonë neve duhet të përgatitemi për të mbrojtur. Për të mbrojtur. Dhe sepse tash format e luftimit, tash zoti Roland ka ndryshuar. Për shembull, avionat janë duke u përdorur shumë pak sepse dhe kanë dalë në pa ato raketa hedhës? Jo, raketa hedhës, këto dronët. E droni pastaj shfuqizoi fare. Edhe avionët. Po shfuqizon se po vjen droni ku nuk e pret. Mbi kokë. Doli avioni. Kështu që unë për shembull tani për tani, për shembull nuk jam në gjendje të japet këshillat që duhet të dëgjojmë. Po them, u them për këshillat në tërsinë e saj që duhet të mbetëren masa për vetë mbrojtje, për të mbrojtur. Për të mbrojtur. Dhe për të luftuar. Nga kush e kemi ne armiku, ose më saktë, cili ishte armiku më i rrezikshëm për Shqipërinë gjatë kohës që ishit ju pilot? Shiko, më rrezikshëm. Gjatë kohë që kam qenë pilotun. Serbia, Greqia apo Italia? Jo, Serbia me Greqinë. Të dyja? Italia... Ne ishim sanduiç? Po, këta dyja të kanë qenë gjithmonë planifikueshët për ta shtuar Shqipërinë, me çdo kusht. Unë nuk naqja shumë. Kujtimet e një piloti shqiptar që janë në këtë libër, më të këndshme në fakt ishin, duhet ta lexoni këtë, po ishin edhe nga rrëfimi vet Hamza Kocit, bazuar sigurisht edhe te këto që ky ka shkruar në libër. Zoti Koci, unë të falenderoj shumë për këtë bisedë kaq të këndshme. Edhe unë, zoti Roland, ju falenderoj akoma më shumë për ftesën që më bët dhe që bashkëbiseduam në mënyrë të rregullt dhe të plotë. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga unë Roland Qafoku, mirupafshim.